Të dashur miq të emisionit Bardhazi, kemi kënaqësinë t'ju urojmë një reagim të mbar për vitin 2013. Por do t'ju sugjerojmë dhe 3 formulat e reagimit që ju duhet zbatoni për 2013 dhe këto formula ja u thot me gjuhën e tij pikante vetëm avokati. E para, reagoni ndaj nesh, duke na falënderuar dhe kritikuar siç keni bërë më parë. E dyta, reagoni ndaj politikës, duke mos i futur vetes shumë stres elektoral. E treta, reagoni ndaj shitësve, mos blini asnjë mall që kushton shtrenjtë, lërini ato të kalben. Ne kemi zgjedhur për ju reagimet më pikante për t'i ndjekur dhe për të mësuar të reagojmë, por mos harroni 3 porositë e avokatit. Nga Bardhazi, gëzuar. Si reagonte kur një fëmijë lypës të vjen dhe të puth makinën? Të ka ndodhur? Është shumë interesante, është me të fejuarën time bëjmë gjithmonë këtë debat. Po ja që se zgjedh tamam zarfin? E dia. I jap çfarë ushqimi kam me vete. Asgjë tjetër. Nuk i jep lek. Sa herë e bëj gjithmonë këtë debat me fejuarën time kur jemi në makinë, sa herë që ajo i jep para sepse ndihet keq dhe e kuptoj ndjenjën e saj, problemi kryesor është që po financon prindin ose shfrytëzuesin tjetër që po e përdor atë fëmijë. Edhe janë foshnja, pjesa më e madhe janë gjithë qytetarëve, sa të kenë mundësi, nëse ka mundësi të ndihmojnë me ushqime, me veshje, çdo gjë përveç dhe parave. Sepse duke dhënë para atij fëmijë, Financon krimin i farë mënyre. Po financon. Nuk i përdor ai ato lekë. Ai nuk i mban vet ato. Ja merr dikush tjetër, i cili e shef këtë si diçka fitimprurse. Pra nëse fundjes ai ka bërë ca para, ky person i shfrytëzuesi ka siguruar një fond parash dhe e ka parë si biznes përdorimin e fëmijës. Nëse ne nuk i japim para, në fund ditës ai e sheh që ky është një biznes jo fitimprurës dhe do ta lë atë fëmijë të shkojë të bëjë jetën e vet. Më dhëm shumë se shikoj foshnja, avokat. Shikoj foshnja dhe shpreha ime që i them shpesh kur jam ose me biçikletë ose me makinë. Kam lënë pak biçikletën. I them që të paktën mos e mbajnë në këtë temperaturë që është e ulët. Se janë foshnja të vogla, po shoh që kanë foshnja mbajnë në temperatura të ulta. Këtu tash ka ndryshime në rastin e që thot Endrit, ato fëmijë që të puthin makinën. Edhe unë të njëjtën gjë bëj. Blej sanduiç dhe 2 banane, i mbaj një leksion ai sa mund të hyj në tru një fëmijë 10 vjeç, 8 vjeç, 6 vjeç, por në rastin e foshnjave me nënat, unë këtë e quaj krim. Dhe këtu duhet ndërhyj shteti, policia, duhet ketë, domethënë skuadra të organizuar nga shteti, nga OJF, ka qenë përpara, ka qenë një program suedez i SIDA-s, zhvillimit suedez, ato dilnin në rrugë, i merrnin këto, i fusin në makinë dhe i çonin në një qendër ditore. Ka qenë shumë hershëm, para 10 vjetësh. Ato ikën, dolën nga Shqipëria si program, nuk arritën dot as Caritas, as një organizatë bëj këtë gjë, por urgjentisht vërtet duhet misione të caktuara ta bëjnë këtë gjë. Që këto foshnja që i lejnë ato, i lejnë si kavje, shpesher i lejnë nëna është dikua dhe fshehur ose vllai, dhe i lejnë fëmin atje foshnjën që mund të jetë deri në 1 vjeç. Dhe kjo është një krim, me ligj duhet të dënohesh këtë. Edhe ne duhet bëjmë apel dhe presione për këto raste. Nuk do thoja, pa diskutim që është krim, po nuk do thoja që zgjidhja është penaliteti i atyre prindërve. Sepse ka një arsye që ka detyruar ata prindër ta bëjnë këtë gjë. Diskutimi i përgjithshëm është niveli i edukimit, shkollimi, okay. Ky është fakt. Më thënë, këtë gjë nuk e ndryshojmë dot. Puna është, nuk merremi dot të çojmë dot prindërit në shkollë. Gjëja që duhet bëjmë është që të ndalojmë, të reduktojmë arsyet pse i detyrojmë, pse që i shtyn ata për ta bërë këtë gjë. Dhe kjo është një gjë shumë e tmerrshme, nuk dua të përmend emra kompanish gazetash, po para disa vitesh ka qenë një gazetë shumë e madhe në Shqipëri që shpërndahej në pikë të mëngjesit, në orën 8, tarë shkoja në punë me fëmijë, 8-9 vjeç. Okej? Në kryqëzime. Në kryqëzime. Dhe mu tek ura madhe e Elanës. Kishte një dyndje të paparë, shpërndanin gazetën. Tani, nëse flasim për reagim ku media është mekanizmi më i fortë reaguesin e përdorin, okay? Kur një media përdor fëmijë
të asaj moshe për të bërë punë, atëherë them që kemi një krizë shumë të madhe. Edhe prindi bën krimin e Prandaj, parë direkt. po, ideja e penalitetit është kjo gjë që Unë në ka fakt gjithmonë dy. nuk është se jam kundër punës së fëmijëve. Për shembull, fëmijët le të punojnë, të mësojnë me punën, po kjo më duket. Jo, ka një Mi moshë 15 vjeç deri në 15-18 mund punoj pak, të kontrolluar, ka ca kritere dhe rregulla. Dhe kjo gjë ndodh ditën për diell. Nuk është për shembull këtë gjë që diskutuam ne ku diun pjesën e faturës në bar, që duhet ta investigosh. Kjo është një gjë, ata janë të ulur aty gjithë ditën. Domethënë, kjo është një gjë që nuk ndodh fsheurazi. Mirë, ndodh po u firmos dhe një marrëveshje për të mos i lejuar këta fëmijë në rrugë. Kur do të zbatohet kjo? Shteti shqiptar ka firmuar gjitha konventat ku vjen puna për drejtat e fëmijëve. Kur do të zbatohet? Jo tani. Po. Janë hershëm. Shiko, lypja nuk është thjesht çështje, nuk është një problem lokal. Lypja është në përmasa të një krimi ndërkombëtar. Siç funksionojnë rrjetet e shfrytëzimit të prostitucionit, funksionojnë rrjetet e shfrytëzimit të lypsave, ka rrjete që i marrin fëmijët apo sakatët, i marrin nga Shqipëria, i çojnë për kryeqytetet e Europës, ku i kontrollojnë, u marrin. Pra është në formën një krimi të organizuar ku ka tutor, që cilët kanë grupe të saktuara, qoftë miturish, qoftë njerëzit me aftësi të kufizuara që shfrytëzojnë duke përfituar nga humanizmi i njerëzve që në shoqëri tjetër për të përfituar para. Pjesë e kësaj janë edhe këta fëmijë apo ata që dalin në rrugët tona. Aty nuk është thjesht çështje fëmijësh. Ke raste që përballesh edhe me njerëz agresiv që duan në mënyrë të dhunshme të pastrojnë xhamin dhe nëse ti nuk i ofron diçka të fillojnë të degenerojnë. Pikërisht. Jo të dëgjë, po dëgjoj makinën. Ose hedhin atë ujin e kanalit. Kam lexuar në librin e Rudi Giulianit kur merr postën e kryetarit të Bashkisë New Yorkut dhe thotë që problem i madh për njerëzit ishte pikërisht lypsat e semaforëve të cilët ishin shndruar në të dhunshëm. O do të jepte para shoferi që ishte ndaluar, për ndryshe mund të përballesh me thyrjen e xhamave nga gur që i mani në dorë. Dhe çështja numër 1 që kishte ky për të zgjidhur në momentin që merr drejtimin e bashkisë ishte si të pastrojë semaforët nga lypsat e dhunshëm, nga lypsa që ishin shndruar në grabitës. Sa ai që të detyron. Po erdhi 5 vjeç apo dalë. Për mua do rritet. Ata prindër janë totalisht përgjegjës, sepse varfëria është një argument pas cilit ti mund të justifikosh të lloj lypje. Por janë dhe një vatër aksidenti ato në këtë vend ka njerëz të tjerë, po kaq varfër saç mund të jenë ata që dalin në kryqëzimet e rrugëve të Tiranës, por që kanë gjetur një mënyrë tjetër për të mbijetuar. Gjejnë një punë dhe nuk dalin të shtrihen rrugëve siç bëjnë, apo të marrin fëmijët, t'i lidhin e t'i lënë në për trotuare. Janë dhe burim aksidenti ato? Unë jam përballur me 2 raste konkrete. Mund t'ju rastisi ose mund ta keni parë kur shkoni për në Fier. 2 kilometra pa u futur në qytet është një njeri të cilin e lënë në mes të rrugës. Nuk duket. Ka ikur të javë, ka shkuar në Durrësi. Unë ndalova. Kur isha unë në Vlorë tani ishte. Ndalova aty dhe ky priti që unë do të shkoja të jepja para, në fakt unë zora aparatin dhe i bëra disa fotografi. Po ai ka bërë vilën Trekaçe. Ndoshta ai jo, po ata që nxjerrin aty po. Dhe sapo kalova urën për të futur në Fier, ndalova sapo pash patrullën e parë të policisë dhe i thash, është një njeri aty të cilin e kanë nxjerr se vetëm mund të dilte, dhe policia tha, është bërë problem shumë i madh për ne. Kemi regjistruar 3 aksidente vetëm si pasojë e këtij. Do të thotë ndodhur aksidente. Shoferët mundohen ta shmangin sepse u del përpara dhe përplasen me makinën tjetër. Unë fotografinë e këtij e botova në gazetën time online, Idea, dhe e kishin lëvizur javën që kaloi. Kjo ishte ndihma që i dhashun atij. Bëra fotografinë dhe e bëra publike për t'i bërë thirrje policisë apo pushtetit vendor atje. Një tjetër rast ishte edhe një person që mund të rastisi ta shikoni gjithmonë tek ura madhe tek pallati me shigjet e kurikën për kombinat. Edhe një njeri që rri shtrirë gjithmonë gjysmë lakurik. E denoncuam edhe te rast, ky ishte një njeri invalid tashmë që shfrytëzohej nga tezja e tij. I kishte mbetur pa prindër dhe tezja që kishte marrë kujdestarin ishte shndruar në tutore nga kujdestare dhe e nxirrte në mëngjes dhe shkonte merrte në mbrëmje verë dimër duke lënë aty duke. Tani, kjo është problem shumë i koklavitër. Sepse ja ta shpjegoj. E para mblodhën dy ministri herë, firmosën para ca ditësh. Nuk zgjedhet me firma kjo punë. 2 ministra
fonde për atë punë etj. Po mirë. Dhe nuk është se nuk e di, sepse këta pjesa më e madhe e atyre fëmijëve janë në bulevard 100 metra larg Ministrisë Brendshme. Po pra, Aty rrugës kur shkon kryeministri për zyrë, pra nuk është se nuk e din. Ose nëse nuk e din do të thotë që nuk interesohen fare për qytetin e vet. Tani, problemi që ka gravitur sepse me bamë ligjore mund të heqësh prindërve të drejtën e kujdestarisë. Po do i çosh ku? Do i çosh në shtëpitë të fëmijës, e cila normalisht ende ka probleme për të administruar ata që ka. E dyta, vetë ata, duke qenë se një pjesë për shembull i përkasin, sa që pa dashur se do i stigmatizojmë, po. I përkasin komunitetet që janë të paregjistruar. Duke qenë të paregjistruar nuk marrin as ndihmë ekonomike. Ose janë komplet jashtë sistemit. Pra, këtu duhet ndërhyrë në gjitha dimensionet. janë alien do thuash. Jo. Po nuk do ta them komunitetin sepse pastaj do duket se i stigmatizojnë. Sepse i përkasin të gjitha që janë alien. Ja pra, po nëse përkthen nga anglishtja, po janë të huaj, pra nuk janë të regjistruar, edhe nuk marrin ndihmë sociale dhe pra ata për shtetin nuk ekzistojnë. Dhe shteti i lën ato hallet e veta, kupton? Dhe nuk interesohen të pikë, sepse duke ndërhyrë që e para ti çon në një shtëpi hajrit, ti japi ushqim etj, e përgjithmonë pak problem, ti çon në shkollë. E dyta, pastaj ndërhyjmë me forcën shtrënguese të shtetit, që në rast se ai del aty, pra edhe mbase janë ofruar këto mundësi, prindi që e ka dërguar mban përgjegjësi penale për këtë. Pra, këtu ndërhyrje do të jenë shumë dinamike. Pra, çfarë do thotë që ata zyrtarët tanë do ta kenë mendje për të zgjidhur hallet e qytetit, edhe hallet e shtetit. Po nuk do të thotë se ata çfarë fëmijët që 5 vjeç rriten rrugë, çfarë ndodh me këta? Çfarë shkencëtarësh bën këta do të kemi parasysh gjë tjetër se s'bën gjithë Kjo më shqetëson mua. As ata dhe dorsa edhe yt bie me ti bie që po rriten kush nuk mirë s'kan për të bërë shkencëtar. Problemi është që na ky siklet social nuk mund të shpëtohet. Dhe unë kam vini se këto janë probleme që nuk lidhen ndoshta as me mirë funksionimin e strukturave, as me reagimin tonë si qytetar. Se s'ndodhin me shtetin çdo vend botës. Fëmijë nuk kam parë. Unë kam besoj që kam lëvizur mjaftueshëm. Duhet të jemi shumë konscient. Kam parë ato që quhen homeless, kam parë lypsar, nuk kam parë fëmijë në asnjë qytet të botës. Ti hezitove pak më parë të etiketosh komunitetin, më po them. Nuk po hezitoj. Pjesa dormuese në mos 100% i përkasin komunitetit tonë. Duhet të dimë që ky komunitet deri para 90-s në Shqipëri, përgjithsisht të paktën në Tiranë ka qenë i strehuar. Në ato pak bodrumet atyre të cilët i shitën shpejt e shpejt, kur filloi dyqanomania në Shqipëri, dhe shkuan të jetojnë diku tjetër ku brenda muajit prishin ato para dhe u shndruan enda cak. I morën i çuan, ndërtuan një kamp me çadra. Diku periferi Tiranës, brenda 24 orësh e braktisën atë kampin për të ardhur. E ke fjalën për aty që i nxorën me armë në kokë? Jo. Për në Saud? Jo. Sishte kamp. Po jo pra sishte ai. Po ne flas për atë. Tash po ja vën fajin atyre, pa e kanë fajin vetë, janë të pashkolluar. Tani është një problem i akumuluar në kohë që vjen nga të gjitha, nga mos shkollimi, nga mos socializimi. Po sepse e para punës nuk i jep mundësi ta shkollosh, e dyta kur shkon aty në shkollë, ai mësuesja o e mban larg, o i rrasin në një shkollë bashkë. Jo, nuk është ashtu. Ke shkuar sa rom ke punësuar ke gazeta jote ose ke media jote? Po nuk punësohet njeriu nga bazë racë, po bazë aftësisë. Po nuk ka të bëjë vetëm ajo, nëse ti do vësh ta mbash larg, ai do punësohet. Në shkollë është krijuar mundësia, është krijuar mundësia, por nuk është faj mësuesit. Ku është? Nuk është faj mësuesit, në fakt unë nisem nga studimet e fundit. Flasim çik me Romi, të gjithë ata punonin. Romi ishin dhe atëre, Romi ishin dhe para 90-s, nuk u bën Rom mbas 90-s, para 90-s. Nuk ishin lypsar. Të gjithë punonin dhe Romët shkonin në shkollë. Unë paktën kam pasur në klasë. Po. Ndërsa tani, mbas 90-s ata nuk u shndërruan në kuptimin e ngjyrës edhe kulturës. Mund të integruar çik më tepër dhe mund të bërë më gjashtë. Megjithatë probleme sociale me ta janë më të rënda. Mendoni që ka patur një politikë diskriminuese që i përjashtoi ata nga drejta punës, i përjashtoi nga drejta shkollës. Ka pasur dështim ata sa rritin të shtetit. Gjëja më e kollajtësh mos ta vrasësh më. Për shembull, të jap një shembull me Romët e Shkodrës. Romët e Shkodrës që jetojnë në breg të lumit janë rreth 80 familje, ne kemi punuar në përmbytje. 80 familje gjithsej, 350 veta. Shko, shifi ku jeton. Dhe ato jetojnë këtu, 50 metra larg është ngritur një super gradacel, dhe unë i thash kryetarit, një nga kryetarët e bashkisë, zëvendës kryetarit si e keni lejuar ju të ngrihet kjo gradacel, dhe çfarë politikash keni për atë? Ku do t'i çoni?
Ato nuk e dinin ku do të shkonin këto. Ato nuk kishin, jetonin jo me çadra, nuk ishte as çadër, ishin ca plasmase dhe ishin të gjithë me fëmijë. Minimumi i familjeve ishin 4 fëmijë. Tash kjo për mua është diskriminim, sepse shteti ty të detyron, edhe kur ato se kanë kulturën, siç i detyroi Enver Hoxha, që i vurin në pallatet në Katët e Para, Katët e Para njifeshin ishin vetëm romët ishin. Nëse ti tjetër nuk ke shans, një mundësi, sikur do detyrohesh. Sot të detyron njëri të punosh. Po jo, po ky shteti ka ca do të detyron të shkosh në shkollë, për të ndryshuar sjelljen, për të ndryshuar sjelljen. Dhe kemi një ndër dekadat më të famshme që është dekada romëve. Ai i kapi çon në shar, i fut në një repart ushtarak, pa drita pa penxhere pa, lejon komunitetin që ishte sharagjit atje fshatarët, i shkojnë në armë, dhe këto çfarë do bëjnë këto njerëz të zi? Çfarë do bëjnë këto? Del komuniteti. Shteti mjafton që ato parat që merr nga Bashkimi Evropian t'ia u japin dorë aty romëve. Me që është kaq i paafërt të administru, le ti zbërthej, siç i marri fondet i shpërndaj. Do të ishin shumë të lumtur dhe shumë. Kjo që the ti ishte utopia më gjigante që kam dëgjuar në jetë. Për vetë jam habitur gjithmonë. Japi lekët atyre. Projekte për romët. Se i merr për ata. Jam kurioz të di se vërtet ku kanë shkuar, 2 herë kanë bërë shkrime në gazetë, që ku kanë shkuar fondet që janë dhënë për romët, dhe më kanë ngrënë veshët gjysma e njerëzve që i njoh dhe punojnë në organizata shoqërie civile. Vetëm që romët s'kan. Njëri thoshte ta dishi çka kanë bërë, ta dish çka kanë bërë, çka keni bërë, i kemi numëruar. O mentor, ja të pyesim çik publikun tonë në studio. Kjo është vërtet, po një pjesë shumë të mirë të atyre pareve, më fal, i ka marrë shteti shqiptar që ka mbi 8 vjet, mbi 8 vjet, që punon mbi një strategji dhe mbi një plan veprimi për romët, që nuk e ka parë dritën e diellit. Shiko, këtu e ke gabim që skeptike. Ajo do bëhet, po ja të pyesim publikun këtu në studio, çfarë reagimi keni për këtë situatë? Do ketë shumë për të. Një sekond, lutem të publikun. Është një lloj si strategjia për trafikimin, se janë dhënë miliona në vite për trafikimin e njerëzore. Edhe jam bërë. Do të reagojnë ata, do të reagojnë, do të ndjekin bardhazinë dhe do të reagojnë. Programe për vetpunësimin ose jo sheltra, kapi gratë, trafikuar çoj sheltra, bëj kavje më tepër ti. Po jo, mentori kapi një çështje shumë të rëndësishme. Gjysmat e parave, po flasim në mënyrë hipotetike, gjysmat e parave që janë dhënë për romët nuk ka rëndësi përmes shtetit apo shërbimit social shtetëror apo përmes organizatave shoqërie civile. Kishin shkuar tek romët, romët sot do ishin duke pas mëshirë për neve që jemi në studio. Çfarë ju Problemi është që kur unë nisa të investigoj projektin për romët të cilët u dogjën në periferitë e Tiranës do të bësh një pallat ashtu nga një i pasur, më rezultoi që ishin të paktën 4 deri në 5 milion euro të dhëna në 3 vite, dhe ku thuhesh që është bërë kjo dhe nga prononcimet e romëve kishin marrë nga 2 paka makarona, mentor, ato para i ka marrë shteti dhe në eksakt në atë kohë kam parë intervistën e drejtores së shërbimit Ministrisë Punës. Dhe ajo tha, i kemi numëruar dhe i kishin dalë, nuk e di se sa i kishin dalë, ja ishin e sa, ishte futur në trajnim profesional dhe gazetare tha, sa janë punësuar? Ata të numëruar janë. Okej, tani, prandaj sa është reagimi jon, nuk duhet jetë për ata prindrit që i nxjerrin ata fëmijët aty. Reagimi jon të paktën ne që jemi më brenda këtyre çështjeve, është kjo që tha mentori. Me 4-5 milion euro të tërë ata të Shkodrës edhe këta Tiranës ishin futur në përshpira. Po kjo që tha... Pra, mjafton, ne që është i parë. Duke që ti Romë, kështu në ato... Mentor, të lutem, për çfarë duhet, Endri, po për çfarë duhet reagojmë më fort ne, që këta përdorin fëmijët apo që zgjedhin këtë rrugë? Për cilën anë do të reagojmë më fort? E para do të reagojmë për shtetin shqiptar, që të menaxhojë ato legët që jep Bashkimi Evropian. E para çështja e romëve është dhe një nga prioritetet. Një nga rekomandimet. Po janë vetëm për romët do të kisha ngel në klasë Shqipërinë, vetëm për romët. Dhe shteti shqiptar të marrë përsëri ato angazhimet që ka marrë, që ti integrojë ata romët, që ti ndihmojë. Rrugët e dhe do të gjej gjitha variantet që fëmijët të arsimohen siç duhet bëj. Kjo është e para, për këtë duhet të reagojmë ne dhe sa herë që të kemi mundësi ta ngrimë zërin fort, dakor? Dhe e dyta, të mos pranojmë atë qasjen që themi që e kanë fajin vetë. Pse? Për arsyeën sepse nëse 20 vjet, besoj që gjithë nga ne kemi nga një familjar të afërm që ka ikë jashtë. Kur ka shkuar jashtë ai, nuk është se ka shkuar më një herë dhe është futur në një punë
me kostum, ku duhet shkode dhe ta merrte rrogën në fund të muajit. Sepse duheshin lekë aty për aty në atë moment. Ka bërë punë të pista. Po jo, ka pritur sepse ti do të kesh një bazamenti derisa të presësh fundin e muajit për të marrë rrogën. Derisa i integrohesh, mëson etj etj. Në këto 20 vjet, romët janë lënë pas dore. Janë çuar atje në periferira, i kanë lënë hallt vet dhe shteti nuk është marrë fare me ta. Dhe sot, vërtet disa gjëra, disa barriera dhe mund të ulur, barriera institucionale. Por është përgjegjësia e shtetit që edhe ndërgjegjësoj ata dhe t'i integrojë, sepse ata tashmë e kanë humbur dhe aftësinë për të ndërvepruar me shtetin. Kanë humbur edhe besimin që shteti realisht mund t'i ofrojë shërbimin e tyre. Do sjell një shembull, sjell vetëm një shembull. Disa miq gjatë një studimi kohë të fundit, një nga metodologjitë ishte mystery shopping. Mystery shopping është që ti dikë e çon dhe integron, ai shkon dhe shtiret sikur do të bëj diçka për të testuar shërbimin. Ishte rom, shkoi ke zyrat e punës, i gjetën punë ata. Pra, problemi ishte që në një moment të caktuar, shteti kishte filluar të funksiononte në këtë aspekt, por nuk ishte bërë asgjë për ndërgjegjësimin e këtij komuniteti. Ai se dinte që mund të gjente punë. Hajde, ta informonte. Hajde se kemi rregulluar këtë shërbim. Pra, përgjithësia nuk është vetëm tulësh barrierën, sepse është një miku im përdor një shembull, thotë, në qoftë se në anën tjetër të lumit jetojnë disa njerëz të tjerë dhe këtu është një urë, edhe sikur të ulet barriera e urës, unë nëse kam 20 vjet ose di fare çfarë ndodh atje. Veturi ka një reagim oponent. Do të vi dikush të tregojë, hajde të thotë se çfarë ndodh atje, të marrë të parën, të dytën të krijojnë raste të suksesshme, që dal nga dalë fillojmë ta përdorim këtë urë që a mund të bëj një pyetje unë? Por pse shqetësoheni kaq shumë ju për ca njerëz, të cilët do të kuptojmë kanë për efekt debati, po sikur të shqetësohem unë për ca të tjerë akoma më shumë, që nuk jetojnë ke ura e Lanës, por jetojnë mbrapa malit Dajtit, jetojnë në malet e Burrelit, Kuksit, Peshkopis, për minoritetet, që janë më në gjendje të rënd ekonomike, skandaloze, buk nuk kanë të hanë. Përse nuk themi për këta? Përse për këta nuk e ngrem zërin, themi qeveria, shteti, por themi Romët. Përse, të lutem, ta mbaroj. Përse për këta nuk themi ne, ku janë projektet, ku janë parët e Bashkimit Evropian? E di ju që ka njerëz të varfër më shumë se sa këta. Të cilët nuk kanë mundësi as për të lypër, se nuk u kalon makina ndër në fshat. Të ta japim përgjigjen. E para punës nuk flasim ne për ta. E para punës ne flasim për ata. E dyta punës Bashkimi Evropian nuk ka asnjë para për ata. Dhe treta punës, nëse ai do të vinë në Tiranë dhe do shkojë të punojë, le të themi në një zyrë ose në një zdrukthari, ai pronari nuk do thotë nesme që e hoqja se një javë mande herë të keqe zyra. Këto stigma i vuan Komiteti Rom, nuk i vuan ai fshatari që vjen nga zona atje. Për këtë arsye dhe Bashkimi Evropian ka ngritur politika për të favorizuar ata. Unë vjen nga qyteti i Elbasanit dhe ka një lagje atje, romësh, të cilët punojnë, zotrojnë gjysmën e tregtisë, së rrobave. I kanë bërë shtëpi sa të punoj unë, edhe 3 jetë të kem, nuk kanë për ta bërë dot shtëpinë siç e ka bërë ai. Sikur se ka edhe shumë pjesë antar majoratës që kanë bërë biznes. Po kanë punuar, pra çfarë? Ka punuar, nuk është integruar në struktura, ka bërë biznes. Sepse ne e mbajmë përjashtuar atë, nuk e integrojmë, nuk e fusim në zyrë, nuk i japim mundësi të jetë shanse të barabarta me ne. Ai bën biznes. Mund të vdes. Familjes asaj vajzës që u arrestuar që vrau atë tutorin para 2 javësh që u bë çështje e madhe. Unë kam zbrazur dollapet e mi në shtëpi dhe i kam çuar 2 thas me rroba, sepse kur erdhi gazetari që shkoi në shtëpinë e saj për të bërë një reportazh. Dhe kur kam parë imazhet, nuk ishte fundi, nuk kam fundi. Por s'kam se të bëjmë paralele këto punë. Mentor. Përse ne nuk po themi që t'ia marrim lekët arrit e japim këtij. Ne po themi këto lekë që vijnë për këtë. Përse për familjen rome, të cilës shteti apo ky organizata apo ky komisioni evropian pasi ka mbushur xhepat, ato ka cilë qera nga xhepi, i merr dhe i bën një çadër, i vedh 2 krevat, dhe ja çon. Dhe aty nuk ja çon. Pse për këtë bërtasim edhe për atë nuk bërtasim? Sepse Romët janë bërë çështje, sepse ka shumë organizata që hanë punisë të Romëve, që abuzojnë me Romët. Dakor. Nëse pyetën ke retorike në rregull, nëse se kupton ta shpjegoj. Ky qytetari këtu, që është në Kamës, kudo që është, e ka shtetin e vet, dhe shteti shqiptar, i cili në një farë mënyrë është i kputur, ndërsa ai Romi nuk ka shtet.
nuk ka shtet që ta mbrojë, prandaj e mbron gjithë komuniteti evropian. Jo, unë do thoja Ky është problemi kryesor. Është fare vërtet jo. Si Është fare vërtet. Mentor, janë dy që kanë Kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian investon dhe ndihmon ata. Edhe për këtë që thua ti, për këtë target group kaq të varfër, ka politika dhe ka fonde të jashtëzakonshme. Ne kemi 20 vjet që punojmë me këtë target group mbrapa Dajtit. Po ndërkohë punojmë dhe me Romët, sepse Romët përveç varfërisë kanë stigma. Është një grup i stigmatizuar. Kjo është diferenca. Dhe prandaj strategjia për nxjerrjen e varfëria se ç'është një me një emër të bukur. Kisha një reagim për sa i përket asaj çka tha mentori. Sigurisht që ashtu siç ka njerëz dembel jo rom, ashtu ka dembel jo rom, ashtu ka dhe njerëz dembel rom. Pra njerëz të cilët nuk zgjedhin punën. Nuk po diskutojmë këtë. Ti ke shembullin tipik, nëse duam të ilustrojmë se si ndërhyn apo masa që merr shteti për komunitetin rom, do të thotë tipikisht ajo që ndodhi në Tiranë, ku ishte le t'i marrim romëve biznesin e kanaçeve. Okej? Se çfarë do bëjmë? Jo, është e njëjta gjë. Këtu po diskutojmë në mënyra se si shteti e zgjidh problemin. Gjatë shekullit 21 kjo do ngjarja më e rëndësishme, marrja e biznesit. Nuk është një debat shumë i madh, po kjo është ngjarja më e rëndësishme e shekullit 21. Një abuzimi skandaloz i pushtetit, jo vetëm me romët, por me radh parë me pushtetin. Ju më qenë se po flas. Ama kur ja morën biznesin romëve, un kam qesh me lot se thash kjo është gjëja më, se kjo tani nuk kuptohet. Po kjo pas 20-30 vjetësh do kuptohet çka ka ndodhur kjo, se kjo tani nuk kemi më të dashur. Mënyra se si reagon shteti ndaj komunitetit rom. E dyta në përgjigje të asaj çka debatit midis mentorit dhe Endrit për sa i përket pse jemi ne kaq ndjeshëm. Unë personalisht nuk është se kam personalisht dhe nuk e shikoj këtë bile as në shoqërinë civile që ke një lloj ndjeshmërie më të madhe për romët se sa për grupet e tjera, po shumë e vërtet që ka një ndjeshmëri shumë të madhe të komunitetit evropian dhe është një ndër kritere që është në kuadër të drejtave të minoriteteve, por jo më fal, sepse ka një çështje shumë të madhe, ngatrohen shumë gjëra këtu, pjesa e abuzimit me parat, fonde të mëdha, janë ngrit shumë gjëra pikpyetje. Gjëja për sa i përket, do thoja unë, komunitetit rom dhe pse ajo është çështje dhe është vënë kusht për qeverinë shqiptare, ashtu siç flitet për minoritetet seksuale tjera, është sepse kujdesi dhe respekti ndaj minoritetit është shenjë demokracie e qytetarie. Okej? Mirë. Sigur ka lekë të këto zarbat. Unë kërkova dhurat. Si reagon Leonardi kur domatet janë të kuqe nga jashtë dhe jeshile nga brenda? Çfarë pyetje pas ka rënë? Fol tani. Si reagon ti kur i blek të domate? Se ka me 10 perime kështu, po morëm domatet. Absolutisht. Problemi qëndron detyrimisht duhet të kesh një reagim. Ndaj domates? Ndaj domates Ndaj vitaminës C? Ajo deris, shiko, atëre... Atës as nuk e skuq do. Shiko, dilema e parë ka qenë do më thënë pranojmë ekzistencën e fuqisë mbi natyrshme, pastaj do ta quajmë Zot, pastaj do ta quajmë natyrë etj etj. Domatjet që dalë e kuqe nga jashtë dhe jeshile nga brenda, sigurisht që nuk është besoj me vullnetin kaq të lirë të domates. Jo, domatja e shkretë ka kundërshtuar tërkohën? Jo, nuk e di më ka kundërshtuar, mund të ketë qenë edhe me mirë pranimin. Me konsensus? Jo, me aprovimin e plot, konsensus. Mirë, ta lëm shakan. Bëjmë çik reagim. Puna është një fjalë që mua nuk është se më intereson vetvete nëse domata do dilte jeshile, blu, apo dhe ndonjë ngjyrë tjetër. Se ti Nardi nuk e di dëmin asaj prandaj, po ta thot Kosta. Mua më intereson që unë kur ta provoj, kjo të ketë e shishme e parë. Po ti je mësuar me domatet e Korçës tash. Prandaj fletik kështu. Këtë gjë nuk mundet kur tash. Domatet e Korçës mund është. të jenë domethënë të zbehta ose gjysë jeshile nga jashtë dhe dalin pak të kuqe brenda, por kjo s'ma prish prap shijimin. Problemi është e lidhur me perceptimin që organet e shijuarit, gjua, qelzat e gjitha do më përcjellin në trup. Nëse do më përcjellin shijen e mirë... Kam përshtypjen se ke kopa bër pazar. Ti nga që ke qenë në punë gjithë ditën e gjithë natën. Problemi është më i thellë, thotë, që domatja nuk është ajo që duket para një sekondë. Në qoftë se do të merrni, domethënë, unë nuk kam ndonjë problem, ja u le të drejtën e përgjigjur në vend të Leonardit. Po nëse pyetët Nardin, lëreni Nardin të përgjigjet. Pastaj se si të ke humbur kontaktin me domaten. Kaq.
Po, zoti Kosta. E kam të përditshëm edhe pse në orët e vonë në darkës, atëherë mblidhem në shtëpi. Por se ti natë nuk shikon fare çan ngjyrë ka ajo, se është errësirë. Jo, pse është errësirë, në shtëpinë time edhe në gjithë Tiranën ka drita. Ka drita. Absolutisht, prej vitesh. Nuk e kam ndier mungesën e dritave. Unë do përpiqem të gjej arsyet pse domatja nuk është ajo që prisja. Dhe në këtë rast ku do i kërkoj këtë arsye? Do t'i kërkoj këtë arsye në fermerit. Problemi nuk është domatja vetë, por problemi është domate bërsi ose domate rritësi. Po domate shitësi? Tu do të shikojmë, jo domate shitësi, është domate rritësi. Dhe tu do të shikojmë që ne marrim një produkt, e para i cili nuk është ai që është, pra ne paguajmë për një çmim, një produkt që ai nuk e ka. E dyta, nëse marrim rastin e domates, konkretisht, nëse i referojmë, duhet themi nëse produkti kur doli i shil, është i keq është i mirë, ta ndajmë kur domatja është e kuqe jashtë dhe e shile brenda, do thotë që kjo domate është e pjekur në mënyrë të përshpejtuar dhe artificiale. Pra kjo domate nuk është një domate, nuk është një domate e rritur në mënyrë natyrshme. Kjo domate nuk ka vlerat. Kjo domate nuk ka vlerat ushqimore të cilat unë si konsumator pres. Dhe treta, kjo domate përveç që nuk ka vlera ushqimore, mund të ketë element të përbërës të dëmshëm për shëndetin e konsumatorit. Pra, dhe tani të kalojmë nga niveli domates si domate në nivelin në kontekstin e shoqërisë. Pra, nëse ne jetojmë në shoqëri, gjitha këto defekte që ju sapo thatë, a përcillen nëpërmjet shijes apo nuk ndikojnë në shije? Jo. Mund të jetë shumë e shijshme. Mund të jetë shumë e shijshme, por përbërësit mund të jenë shumë të rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Dhe ne nuk e dimë se pamja jashtë dhe këtu tani kalojmë nga domatja si domate në planin bujqësor, pra kalojmë në kontekstin shoqëror. Pra nëse ne do të pranojmë të jetojmë në një shoqëri që jo thjesht produktet biologjike bujqësore, por përgjithsisht produktet shoqërore, produktet ekonomike, produktet financiare, pra ato që prodhon shoqëria, që shet, që marketon shoqëria, që shpërndan shoqëria, janë, jo vetëm nuk janë ato që pret shoqëria, por janë të elmatisura. Pra, në proces, atëre, ne, në kuptimin e figurshëm, jetojmë, jo thjesht ham sa punin për djathë, por jetojmë një shoqëri të paqëndrueshme, një shoqëri që në çdo moment është një moment paqëndrueshmërie dhe shpërthimi. Sepse është një shoqëri të rësisht e zhgënjyre, sepse mbahet me produkte të zhgënjyra. Për të mos thënë pasaj që mos kalojmë në planin e institucioneve. Kush i promovon këto produkte? Kush i promovon? Marketingu, domaten, si domate e promovon marketingu i bujqësisë, marketingu bujqësor, agrobiznesi, ndërsa produktet politike, financiare, ekonomike, jo të shëndosha, i promovojnë shtypi, i promovojnë institucionet politike, parlamenti, tribunat, politikanët, klasa politike. Unë shtoj një pyetje brenda pyetjes. Po pritesh se bëhet vetëm ju reagimin. Jo, për të ndihmuar, më ju lutem, ndihmoni debatin, ndriçojmë. Të ndihmojmë domaten një herë para debatit. Se po marr po vijoj. Pyetjen e odha dhe vazhdoni. Po, të ndihmojmë një herë domaten pasaj debatin, kemi hanë domates. Ne e rizgjedhim të domate për shtëri e shile. Domethënë se njëri është rastësi. Doli herën e parë rastësi ky produkt. Ne nuk e dinim që na ditë e shil. Atëre, ka një, do më thënë se kjo është në ndodhi. Ndodhemi për para faktet kryer. Dhe thamë në e hodhëm. Ka një pastaj që ndodhë më pas? Nëse ndodhë gjithmonë, atër është për të vënduar në kokë. Edhe për fermerin që rrit domate në sera dhe në ajo. Edhe për shoqërinë një produkt. Kolegën time e kratë djatë. Nëse do flisnim për domate, mbani mund vjet atë gripin e shkakoli dhe atë infektin bakterien e cila u përhap shumë. Do tha që njëra do t'ishte ose nga këto lloj domatesh ose do t'ishte nga soja. Duhet kuptoni kush ka bërë drejtën e mjedisit, unë jam pak njohse të them, jo e thellë. Organizmat të cilat janë të modifikuara gjenetikisht dhe në këtë rast këto lloj domatesh, sepse nuk është sera normale që kemi pasur dhe ne më përpara. Por janë shiringa të cilat i futën një domate normale dhe ajo del dhe brenda natës bëhet nga jeshile e kuqe.
Dhe kjo nuk është, pra unë nuk unë flasë me kompetencë, po të paktën këtë tregon Atëherë, deri do më tani. përgjigjesh vetëm një gjë që e kam fiksim, që se kam zbuluar dot kur, edhe për këtë. Kosta, ma lërë këtë se pasaj me një replika jote. Sidomos gjenetik nuk e. Nardi, kam një fiksim të paparë. Po ti drejtuesi emisionit çfarë flet? Po e kam uvdisha, s'po të mbaj dot. Sa gjuhë të huaja di ajo kokre domates që 1 kile bën 1800 lekë vjetra. Po asaj domates të vogël që bën 5000 lekë vjetra. Po mira, ajo është siciliane, mafioze. Nuk po flas për këtë, po për këtë. Për këtë domatën tonë që to domate korçe tha ai. Po sa është 1800 lekë? Fap zbraza qeskën unë direkt. Se thash, nuk mund të kushtoj domate jam shumë se mua. Ama Erion e hadhe në janar domate, ne nuk e në shumë zësti. Ku e di çmimin tënd te Erion? Po ti pse i quaj vetën domate, ti quaj vetën aguri dhe ku ja dhe të drejtë. Po vitamin C. Ku e Me janë të vitamina C. Përvojës për ta bërë më aktuale edhe për shakallën. Ti referohemi dhe përvojës në KQZ, një domate jeshile e kuqe, por jeshile brenda, për shembull si qeveria e dal nga zgjedhjet e vjedhura. Atëre të lutem. Me qenë se e the, se jo për të rimarr batutën, po atëre nuk bëra azim shumë dhe azim më pak, por e prej asaj që diskutuam pak të sharjes, ofezës. Pse pra? Qeveria e vjedhura nga thash për shaka. Shaka Ti ta tha nëse. Ajo si ishte shaka Kosta. Po pse të djeg më lërë? Jo më lej djeg, pa ajo si ishte shaka ajo. Po dhe edhe qeveria ti mund të ketë qenë e këtiu. Ku e di Nuk më intereson me qeverinë. Ajo pa Më intereson për qeverinë ati. Më intereson për produktin e serës ku kam punuar vetë. Ishte Dhe nuk është i vjedhur. As për autokritika. shaka nuk e pranoj sepse është e rëndë. Ishte autokritika. Ka disa shaka të cilat nuk i Të pranoj. politizosh domaten deri në këtë pikë vetëm ti e ke bërë Kosta, se ka bërë njëri. Jo, e bërë domate që unë një shidua Mua më pëlqeu ajo që tha Elona, se i futën një shiring dhe brenda natës ajo nga jeshile u bë kuqe. Do rri dhe unë te politika, humor të zi tani, mua më ngjan kjo domatja me një shiring si ato që katapultohen, domethënë sot e shikojnë vetë diku dhe nesër diku tjetër pa e marrë vesh as këto njerëz vetë se si ka mundësi që arritëm kaq. Pas ka qenë metaforike. Pra nuk me një trend muaj që juve po vani që direkt në trend. Frymë në reu, po e them. Jo, nuk e çfarë as një nuk pyetje është nuk është katapultuar lehtë, akoma. vështira Dhe duket nuk si shaka. jemi një të ngjyrë si jashtë është edhe brenda akoma. E kisha S'kemi ke marrë shiring. katapultimet. S'kemi marrë shiring, kisha s'kemi ke marrë katapultimet. shiring. Nuk është vendi. Ose ke Kurse zhvendosjet. unë do të thoja, janë dy terma të ndryshme. Unë do të thoja që një herë nëse shikon ti si klienti, thjesht do ta lidhe me reagimin. Që ishte pyet me nga që është edhe e gjithë tematika, gjithë emëruesi përbashkët është reagimi. Si konsumator ti nuk mund të fajsosh veten, ti thua që Si do ta fajsosh veten ti? Jo, në këtë rast Po më gjetë shqiptarin e parë që bëri vetën në faj. Ja ta Si, them dëgjoj. Atëherë ja Okej, unë shqiptari i parë vetëm konsumator- që këtë vit ka ngrënë Ta 5 herë mbaroj? më pak domate se sa vitin e kaluar. Po jo se ke thënë Ke bërë me faj. Jo, ka Ke kam qenë thënë pa faj, vetes, kam thënë ti vetes rikthemi. budalla që ta gjej lekët me ato. Erion, po të paktën ta mbaroj se Po, duhet ta mbarosh dhe mendimi im ç'kemë si të. gjysëm. Ta mbarosh. Cili është ai konsumator prej nesh që shkon edhe di që këtë duan, se kjo domati ja di unë që kjo është e kuqe nga jashtë por shishine nga brenda këtë dua. Ti nuk e di këto kur e këtë. hap, Ta bëjmë me provë si shalqini, se nuk ta marrim me provë, ta bëjmë me provë si shalqini. Të konsumator, Të kërkoj konsumatori. duhet ta ndihmoj shoqëria. Po. Dhe si me shoqëria. Me që Erioni përmendi Amerikën, Se përmenda në unë Shtetet e Bashkuara Nardi. ka një ligj i cili e detyron që nga prodhuesi i një produkti bujqësor deri te shitësiti, që ai të ketë etiketën është prodhim biologjik apo është prodhim genetikisht i modifikuar. Dhe çdo produkt që shitet ka etiketën dhe konsumatori e di çfarë blen. Një qytetar, një konsumator që dëshiron një mall cilësor, shkon blen atje ku është. Ne besojmë fjalës të shitësit. Produkt biologjik. Po, Jo, janë është domatet ligji. e lushnjës sot. Është ligji, ama ju mund mendoni që por në Amerikë nuk mund të ndodh kur që një produkt që nuk është biologjikisht i pastër të shitet si i tillë, sepse nëse tregtuesi i tij shitet ai deri nga tregu. Atëre, Kosta. Megjithatë ka raste edhe që ndodh. Leonardi. Ajo që unë dua të them. Po Kastraveci të ka qelluar me ure? Kastraveci të ka qelluar me ure ndonjëherë? Nuk para e përdor si zarzavata apo frut. Megjithse frut quhet në fakt frut. Po pjepri me penicillin të ka qelluar? Po edhe Si me domate. penicillin me gjithë shishe brenda? Jam po nuk jam njohur, se më lejoni. Tundur. Pjepri me penicillin të ka qelluar?
Me streptopo, po me penicillin jo. Unë këtë vit, ja po ta them Leonard. Buka, robe bukon. Buk me boj të mirë. Nuk të ka shëlluar. Jo, për arsye të ditës u bëra disa vite që se konsumoj si produkt. Sa me bukme. Po është gabim mos grënja bukës, se buka ka ca gjëra që si ka asnjë gjë tjetër. Ha nga këto të thekurat. Dakor. Të quhet. Nardi të quhet. Mirë, a mendoni se me këto produkte që ne jemi shquar për produktet bio, unë për shembull isha në Thethë dhe kam provuar vërtet produkte bio, e ndjeva mungesën atyre që konsumonim në Tiranë. Ne do të humbim kështu dhe turistat, sepse kulinaria jonë ka qenë ajo që i të rishte më shumë të turistat. Kurse tani vinë me idenë që do të gjenë diçka tradicionale të freskët. Unë nuk besoj që jemi shuar ndonjëherë për një kulinari të madhe, e para dhe dyta kuzhina shqiptare të keqen me po jo në famë botrore, ka qenë në famë shqiptare. Për 50 vjet në kafaz asnjëri s'ka ditur se ç'ndodhte në Shqipëri. Megjithatë më ka ardhur mirë sepse duke patur një prodhim të Hollywoodit diku në fundin e viteve 60. Nëse ju si qeveri pranoni për turizëm në rritje? Lemat marroni. Po mirë, dakor. Po foni fjalë mirë për qeverinë. Duke thënë kur të visi përfaqësuesi i qeverisë ti je i bindur që kam shumë. Po them vetë që nëse do më thuash, po pastaj do më vësh debat shumë të madh me Kosën dhe me Dirën. Jo. Pra kur të visi përfaqësuesi i qeverisë të vdish që kam dhe shumë për të thënë të mira. Dakor. Por më lejtë të them te sepse shumë pozitive për Shqipërinë vetvete. Duke parë një film të fundit viteve 60 nëse nuk gaboj, në si produksion me Redford, me Robert Redford, diku në një nga batutat e filmit thuhet që dje ishim në një restorant shqiptar dhe kemi ngrënë një gjellë të shkëlqyer. Ishin pikërisht fasulet me fjalë. Pra, në Hollywood të paktën për fasulet kemi hyrë, nuk e di për të tjerat. Për lakrorin e Korçës nuk di, po besoj se zoti Peleshi në Korçë ka marrë një fushat shumë të madhe për promovimin e lakrorit. Nuk e di nëse ky shumë duhet promovoj Korça. Lakrori, Shega, Rori, marrin në Jo, nuk e di nëse Korça duhet quhet për promovimin e lakrorit apo ka gjëra tjera shumë më të mira për të promovuar. Edhe bira ju prapë ke ngrënia. Goca të bukura. Atëre, kënga. Besoj se nuk është elementi turizmit thjesht pjesa e gatuarit. Pjesa e produktit bio është një debat me shumë të drejtë që ne ngrejmë. Mund të hymë tek vendet që kemi ende kohë për ta shpëtuar. Apo ju humbim turistat çune me këto domatet me shiringa apo në raport me shiringat që janë ata ande janë shumë më të mira shiringat tona. Streptot tona janë shumë më të mira se shiringat. Edira, si thuate? Unë besoj që ajo mund të duket çka, po unë besoj që tani kastravecin edhe domatet do të gjejmë jo me strep, me penicilin, po me shishe brenda. Turistat do na ikin. Po turistat do të gjejnë shishe penicilini brenda domateve sigurisht. Jo se mund ta fusim me shisha që ti je i sigurt që e futi. Elona, po pse çani turistëve sa ta një herë në vit do vinemi për vit. Jo, po besoj që turistat atje duhet ta kemi syt në për zhvillimin e ekonomisë. Elona, turistët të vinë një herë, pa pastaj le të bëjnë edhe për të ikur. Të vinë. Jo, për të ardhur varet, sepse varet se si e shohin. Kanë filluar në vite caktuara vinë turistë nga Lindja, themi nga Ukraina, nga Rusia, të cilët kanë pushtuar. Më thon këto të dhënat që kam unë nga rekordet e mia, lutem. Janë perëndimor shumë. Nuk po them kanë filluar të vinë, perëndimorët kanë qenë, ndërkohë që me rusët dhe ukrainasët janë hequr viza. Dhe ju e dini shumë mirë nga qershori deri në fund. Po janë të pakët për një arsye. Kemi shumë Maqedonës këtë vit. Në Ksamil kishit shumë polak. Dhe nuk kemi aq sa kishin vjet, sepse grekët prapi ulën më shumë se ne çmimet. Kështu që mund të kishim më shumë si vjet, Maqedonas, shqiptarët Maqedonisë kryesisht. Kemi thyer rekordet në turizëm këtë vit. Ato i dini këtë vit. Jo i dim ne. Kurse shoqata e portoja që do fillojnë të kanë punuar vetë në një farë kohë dhe i di turistët dhe turistët e duan ushqimin e mirë. 80 euro dhomën. Dhe vetëm gjë me vlerë ka qenë ushqimi i mirë dhe Leonard, të lutem. Kanë ardhur dhe kanë do të çojmë në Voskopoj që t'i tregojmë 24 kishat e Voskopojës në Voskopoj, që janë me fam. Dhe ashtu nuk do t'i humbim edhe vitkuqi, edhe do ta marrë lakrorin si sanduiç apo si hamburger McDonald's. Ke muzeu ardhi mesetar në Korçë është i mrekullueshëm. Mirë, kemi reagim tjetër për këtë çështje në domates me penicillin? Atëre, jo, kjo është për te shakas. Numri i turistëve ka qenë shumë i madh se çdo vit tjetër. Dhe Nardi, mos na gënjej me këto deklarata, të lutem. Jo. Nardi, jo, nuk e pranoj. Dëgjoj, sistemi e dashur, sistemi tim si kufirit është sistemi më i kontrolluar nga pjesa domethënë elektronike. Turistë quani ato që vjen që si emigrantë, ne vim nga Shqipëria e familje. Po qëndrimi i turistëve. Emigrantët apo jo? Jo, emigrantët. Është e theksuar sepse ka matje të rregullt, ata shënohen direkt, futet pasaporta,
dhe regjistron në mënyrë automatike hyrjet. E arritën Pra 3 sistemi milionë i ri i menaxhimit kufirit, Dhe shkruhet në pasaport jam turist apo? Ornela. Të lutem tash. Nëse një francez, më fal, një francez për çka ka ardhur këtu për gjakmarrje? Dakor, jam enarë. Të lutem që një serioz. Ai fut pasaportën, pasaporta është e huaj. Numri i shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në vendet e tjera ka qenë më i vogël se vitet e tjera dhe është rritur shumë numri i vizitorëve të huaj. Romeo, mos thuaj që nuk ka ndodhur, se po të ndodhi do jesh i përgatitur tashti. Prandaj është edhe kjo pyetje, e mëson këtu reagimin në studio, ja mëson dhe atyre që na ndjekin, po na mëson edhe neve. Si reagon kur shikon që të persekutuarit e komunizmit vazhdojnë të persekutohen akoma? S'mara mua, Fiza. Ishte Zarfi që dojeti, po këte do dhe Elisa më Por duket. hajde se do bashkëpunojmë në E do dhe Elisa. Ti Dënjon e do këtë Zarfin? Jo, nuk është çështje Zarfit, ajo që kam unë pikë pyetje. Çështje lekëve dha. Me lekë s'kam për të marrë avrim asnjëherë, po pjesa shqetësuese është që ne si shoqëri as për këtë stres nuk kemi arritur të reagojmë mirë. Dhe reagimi mirë nuk do të thotë vetëm thjesht dhënia një shpërblimi, po do të thotë që ata ditëzi të paktën t'i pres dikush. Dhe kjo nuk ka lidhje vetëm me këtë qeveri. Kjo ka lidhje me vazhdimsi, sepse ato që përmendin shpesh për kundërshtim palët politike, po e përmend edhe unë. Qofse këtu është dëm shpërblyer. Qofse është dëm shpërblyer Arani Çela. Njëri pyetje tjetri përgjigje. Dhe nuk është shpërblyer një fatzi që ka lënë 46 vjet jetë në përkampe. Keq më vjen, po nuk mund të bëhesh me një parti për cilën ti si i përndjekur pretendon që të ka dëmtuar gjithë jetën. Këto për mua janë disa mos çuditëra, mund të jetë edhe mos kuptim nga ana ime, po. Është parti komuniste. Po. Të përndjekurit kanë gjithmonë një pretendim që Partia Komuniste në 8 nëntorit 41, në 46 nuk bë Partia Komuniste, Partia e Punës së Shqipërisë. Dhe sot janë prapë brenda Partisë Komuniste. Në një Partia Socialiste e Shqipërisë. Për një stres të këtyre të përndjekurve, kjo parti identifikohet me partinë e vjetër. Jo. Dhe të kërkosh. Jo, do të bëj replikë. Të kërkosh. Të përgjigje. Mund të bëj reagimi Romeo si zgjedh si Zarfit, po. Është autori Zarfit, është pronari Zarfit, pronari, autor kam të tjerë. Kam të drejtën e privat. Respektojmë lirinë e zgjedhjes. Të mora Zarfin më burr. Ke të drejta mbi Zarfin. Shiko, mua më ka ardhur gjithmonë keq kur ata janë trajtuar si shtojës, ndonjëherë janë trajtuar si të themi rezervë elektorale. Ndonjëherë janë trajtuar dhe keq nga lider politik. Për shembull, lideri i Elisës u ka thënë që shkoni te partia juaj. Edhe unë nuk mund ta konceptoj një lider. Mos flasim në emër të tjerëve për persona që s'janë, kupton? Ja se kemi Elisën edhe. Po mirë, Elisa është super vetën. Nuk është e bën se ka. E bën. Këtë diskutoj reagimin. Por të burgosurit politik pra nuk duhen trajtuar me... Po partia e vetë që po bëna, po? Po pse e veta? Ky është problemi pra, se këtë ja shkon... E vura në thojza mendor me që asnjëherë nuk ata nuk për ata, sepse ndryshe vlen ajo që tha... Por çdo shtet ka detyrim ndaj tyre dhe qeveri. Ka dalë një ligj që ka shpallur të pafajshëm, kanë vuajtur, janë dënuar. Dhe ky shtet ka 22 vjet që i kënaq me nuk i kënaq fare. Se 22 vjet kanë marrë një këst të dëmshmërimit të tyre. Tani për çfarë po flasim? Unë jam pedagog nga 91-shi dhe sidomos në 10 vjeçarin e parë të demokracisë, domethënë kishte një kod jo të vogël që vinin aty me drejt studimi a priori pa konkurs fare. Po, e di që ka qenë. Dhe ndonjëherë vinin edhe si thua pinjoll të pasardhës të asaj shtrese që mund mos kishin rezultatet shumë të mira në shkolla, por ata u jepe e drejta. Po patjetër që jepej se ishin një grup shumë mirë, por pra. Imagjinizuar, kjo ishte një gabim për mendimin tim. E shikon si shikohet. Pra, unë shoh me një sy totalisht kritik. Me këtë ne presupozojmë që ata janë persekutuar edhe në rezultatet e mësimit. Por nuk mund të mohojmë që mos u merrni me këtë detaj, ku kemi përpara një problem shumë të madh. Po më themi si reagon kur trajtojnë keq, po them, trajtimi keq nuk është vetëm tek kjo grevë, sepse grevuria ata që kanë bërë që në 93-shin, dhe kanë qenë miq të mi atje. Kjo ishte hapi i fundit i tyre, sepse
këta njerëz u përballën me mashtrimin që shteti u ka bërë në 22 vjet, shteti në 22 vjet. Flas për ata që ishin, për këta që janë. Uroj që ata që do vinë, që nuk e di cilët do jenë. Nuk besoj se do jetë të jenë të kenë përgjegjësinë, të kthejnë pronën. Besoj se është aktiv fundit, sepse ata janë një shtres që kanë rezistuar një sistemi aq barbar, që nuk kanë problem të rezistojnë indiferencës politikës. Që parë qesha, por qesha e dëshpëruar. Nuk ka gjë më të poshtër se sa indiferenca. Të lutem, më fal. Nuk më pëlqen retorika, fjalët e bukura, sloganet. Sepse që nga ekspertët dhe politika që dalin dhe vetëm fjalë të bukura të mëdha, faktikisht ky problem është totalisht i pazgjedhur. Dhe kulmi i indinjatës time si qytetar dhe si pjesë e atyre familjeve, im shoqësh me statusin e të përndjekurit politik. Babai i tim shoqi i Vjerin ka bërë burg politik në kohën e Enver Hoxhës. Dhe bashorti tim me rezultate të shkëlqyera që ka dalë me 9.8 në gjimnas dhe të gjitha notat kishin një subjektivizëm shumë të madh në vlerësim, por ai arriti të dali, prandaj thashë nuk isha dakord me ato dhënjet e bursave të atyre që ishin me 5, me 6, me 7. Absolutisht. E kuptoj që një not 2 është ngrënë, por një dhjetës nuk i vjet 10, por aman 8 do t'i vjet se s'bën. Unë kam rast aktual të shoqes time të gjimnazit, e cila ishte nga familje të persekutuara, e cila filloi me 10 dhe ishte e shkëlqyer, ju grabit nota, është e vërtet, dhe në vit 4 ajo nuk doli me gjitha 10 dhe ishte përgatitur që nuk do i dilte drejta e studimit. Absolutisht dhe ishte një vajzë me vlera morale, intelektuale, me të gjitha, dhe punoi. Me gjitha kishte edhe edukat në punës. Tash i dalim tek pjesa e greves të përndjekur e politikë. Unë kam rastin Vjerri im, gjithë vëllezërit e vet, të gjithë janë përsekutuar nga 48-a dhe janë po me këto mesatare që thua dhe nuk kanë arritur dot shkollën e lartë. Por ato të drejta studimi ishin shumë të drejta që u dhanë. Për shkakun sepse ta mbyllim këtë, sepse ata nuk kanë pasur mundësi të studiojnë. Kjo është edhe kur e kanë patur mundësinë, edhe kur e kanë patur vlerësimet janë. Jo, unë dua të them këtë për në lidhje me këta të përndjekur. Dua të them fëmijët e mi janë nipërit e armikut të popullit. Këtë status kam. Dakor? Dhe unë thot, përballem jam totalisht e zgënjur, më fal. Unë jam e zgënjur nga demokracia shqiptare. E deklaroj pas një frikë, edhe pse vota është e fshet, por për atë që është dhënë, unë filozofia ime është e djathtë. Unë jam për pronën, për tregun e lirë, për kapitalizmin. Kaq, kush është i Zoti, arrin. Po jo në këtë paçavure kapitalizëm të formatuar shqiptar. Unë jam absolutisht dëshmitare okulare e gjithçka që ndodh, se jetoj në Shqipëri, prek institucionet për punët e mia private, kam njerëzit e mi në punë, mikesha familjar, dhe në këtë pikë jam shumë e rrept në gjykimin tim. Është subjektiv, por jam e sigurt që është kështu. Elisa, marrim dhe reagimin e Elisës. Unë isha sot greva e të përndjekurve, dhe mund të më akuzojnë se po instrumentalizoj, po nuk vajta për media, nuk vajta as për kamera, vajta se kam një ndjeshmëri, edhe unë personalisht, po edhe grupimi rinor që unë drejtoj ka një ndjeshmëri. Mbështetje është. Dhe nuk ka gjë që të bën më me turp në këtë 100 vjetor se sa të shohësh njerëz të shtrirë në atë farfeje, të vuajtur dhe të nëpërkëmbur. Pra njeriu nuk ka nevojë vetëm për paratë e dëmshpërblimit, ka nevojë që t'i njihet vuajtja. Të njihet vuajtja që ka bërë nëpër burgje, nëpër inteligencë dhe të jepet dinjiteti përkatës. Pra, vuajtja e tyre ka të bëjë me lirinë, ka të bëjë me demokracinë, ka të bëjë me të drejtat e njeriut, të shtypura në mënyrën më mizore. Unë po flisja me një prej tyre, duke vajtur nga marshimi që u bë te instituti të përndjekurve deri te komuna e Parisit ku është greva, një prej tyre më tha 2 vëllezërit e mi kanë vdekur në burg. Unë 16 vjeç internuar brenda, kam 2 fëmijë, kam dalë, jam i pas 3, pra unë jetoj në një shtëpi me qira që herë paguaj, herë se paguaj, se s'mund ta paguaj. Nuk kam shtëpinë që kisha, normalisht kur u ktheva dhe nuk kam marr një këst të dëmshpërblimit, në 93-shin. Dhe jo vetëm që s'kam asnjë përgjigje, po unë ndjem në dinjitetin tim si njeri, unë ndjem i fyer. Dhe për mua, tha ai, unë më mirë preferoj një eliminim fizik. Jam edhe i gatshëm për këtë, se unë nuk dal nga shtëpia dot. Unë nuk i dëgjoj dot kur flasin nëpër televizor, unë nuk i shoh dot me sy.
sepse e kanë marrë flamurin e përndjekjes, e kanë tundur, e kanë hedhur, e kanë shkelur, e kanë rimarë prapë, sa ajo që u duhet, dhe këtu nuk duhet të justifikoj askënd. Parlamenti shqiptar, që përbëhet nga gjitha partitë, ka marrë vendim, duhet kuvendi, po, ka marrë vendim, dhe tani që po ndodha grevurie, duhet të dalin deputetët shqiptar dhe të shqyrtohet çështja e mosbatimit të ligjit në lidhje me të përndjekurit politik. Se kështu i bie që kush është i dobët në këtë vend, apo konsiderohet i dobët, nuk e merr të drejtën e vet kur. Se drejtën e vet e marrin ca të tjerë. Më shqetësuese është këtu nuk po flasim për pronën, këtu po flasim për kushte minimale mbi jetese. Po që kanë filluar Elisa kanë filluar të reagojnë. Nga 26 vjet burg. Elisa, po që kanë filluar të reagojnë. Të pa drejt, burg pra politik. Elisa, po që kanë filluar të reagojnë të persekutuarit politik me mënyrat e tyre. Absolutisht reagojnë. Kanë filluar të jenë më të egër në kërkesat e tyre. Jo, është më shumë se pak shqetësues fakti që kur jemi pa pushtet, të gjithë ndihemi keq. Për gjitha shtresat që vuajnë përfshit për ndjekurit. Ndërsa kur jemi në pushtet... Unë s'kam pas në njërë pushtet, në qofë se e kishe... Ju më kam për Partinë Socialiste, unë jo për ju. Më thej që ka ardhur si Elis dhe jo për Partinë Socialiste. Partia Socialiste për 8 vjetë pushtet, keq më vjen, por unë nuk mbaj mend gjatë kësaj periudhe që kam qenë punë, që të ketë bërë ndarjen e një kësti për dëshpërblim për ndjekun politik. Po s'fola për këtë. U fola që të gjithë njerëzit kur vinë në pushtet e humbasin ndeshmërinë. Qoftë edhe Partia Demokratike, qoftë se mendon se është çështje partish. Për mua ka rëndësi reagimi qytetar dhe ky mungon dhe nuk varet nga partitë. Po, ai na duhet. Ajo që thej më parë për dinjitetin qëndron më shumë se sa para, vërtet që qëndron. Po nuk mund t'japësh para Aranit Çelës për vuajtjet e burgut dhe ose hajdutit të xhepave që ka përshur për vjedhje. 30 vjet në burgje. Apo ai që kush tha që duhet ja japësh? Apo ai që them që duhet t'u jepet këtyre. Jo, një minutë. Përderisa ne e gjetëm mundsinë që do shpërblej, se është për Ahmet Aranitin duke të thonë për vdekurin mos fol ose po fole thuaj fjalë mirë. U gjet një mundësi që ai të përfitonte nga dëmshpërblimi, pikërisht me ligjin e dëmshpërblimit të vuajtjeve të burgut, dhe për këtë nuk gjendet. Unë e kuptoj. Të gjendet pra. Unë e kuptoj që përpara. Atëherë do të fusim në elementin e korruptimit. Unë e kuptoj. Ka dhe në unë e kuptoj që politikët kanë një ide se sa kryeministri i vendit nuk shkon as të dëgjoj. Pra as të shkoj aty, atë qoj një përfaqësues politik, atë qoj një ministër, dhe ti dëgjoj. Ne u pajtuam... Nuk kam as një koment. Ne u pajtuam në një pik, ne u pajtuam në një pik... Mund të pretendojmë që kryeministri të shkoj... Jo tullet këm kryqë, po do njëri t'i rikëm kryqë a i. Sa kushton çamblere ka? Për këtë e ka mirë, edhe kryeministri duhet shkoj. Studim. Problemi është që a i përdorim ata njerëz për interesa partijake. Unë them se po. Sa të duash. Sa të duash. Edhe është pak sa jo e çuditshme që pikërisht kur ka prag fushatash zgjedhore, ne kemi parti që fillojnë dhe solidarizohen, përqafohen, dhe shtrihen. Un kam një te çështja e reagimit. Denion, e diti që mua më duket se në shoqërinë shqiptare kanë gjithë Elisa, një fjali kam. Një parti kanë të gjitha detyrimet. Vetëm një fjali. Kanë të gjitha. Nuk e ka partia. Nga të gjitha shtresat sociale në Shqipëri, mua më duket se tani vetëm të persekutuarit politik, që janë jo ish, po të persekutuar politik, për mua. Që janë vazhdojnë, ata si janë ish, se shky është gabim, është me të futme. Ata janë të persekutuarit e rinj politika. Si 3 veta në ata, 4 veta janë shumë trima, dhe unë i dua shumë reagimin e tyre, është i pa jo civil, po unë e dua shumë atë reagim, sepse kam përshtypjen që janë ka përzyer të gjitha linjat po nuk e mbështes totalisht në këtë pikë pse. Po ky është qetësimi im se nuk e zgjidh më burr. Jo e zgjidh. Ardhur një pikë se nuk e zgjidh asnjë lloj Më mirë e zgjidh ajo. Dhe njeriu ka shkruaj ambasadori amerikan. Etikës ka shkelur çdo dinjitet njerëzor. Pse shkoj atje? Duhet zgjidhja kur ta shohësh çfarë mund nga kërkesa. E ka thënë edhe një herë te ky emision, këtu nuk ka nevojë për shoqëri civile, këtu ka nevojë për shoqëri jo civile. Ashu bravo. Sepse shoqëri civile që merr fonde nga një organizëm, shoqëri civile që merr fonde nga ndërkombëtar, shoqëri jo civil, uncivil society. Pse shkoj ambasadori? Shkoj se jam shkel drejtat mund të përgjigjem. Për ndjekurit që thanë do të veprojmë tani dhe tani do ta bëjmë se ti na mësove dhe ai shkoi dhe i mbështeti. Po vetëm kur shkoi ai, media papritmas u zgjerua. Po kur shkoi ai? Jo, ke gabim. Jo, që në fillim media është reagimit, kështu që media është shitur totalisht. Media është shitur. Unë jam dakord që ka problem se natyrë. Ne jemi mësuar me njerëz
që s'kan asnjë mundësi të dobët, të varfër, që shkelen me këmbë. Unë nuk po them që ata janë dobët, përkundrazi. Ata janë tmerrsisht të fortë. Po në konceptin e tyre të pushtetshme, një grup që të shkojë të protestojë, të hyjë në një grevurie, si të hyjnë do dalin, ky është koncepti që kanë këta për drejtat njerëzore, kupton? Do të fitojnë. Po ata e kishin ndarë mendje. Shqetësimi është se nuk fitojnë, ne kemi pasur lëvizje edhe grevaurie, dhe nuk kanë fituar gjë. Dhe prandaj themun, prandaj unë jam i mendimit, po jam i bindur që nuk mund të reagoj një qeveri, cila do qoftë ajo, nëse nuk reagon shoqëria, dhe shoqëria ka një formë reagimi. Mos se voto më. Nuk ndodh. Mos shko në votime. Është procesi i madh i emancipimit. Stresa, persekutuarit politik gjithë kanë abuzuar. Stresa, jo, nuk flas për votime. Ka ndonjë politikan që vetë ata dhe ti të ballhapur. Më lejuat ta marrë fjalën. Në maj qershor jam marrë me paratë e burgut të Vjerit. Silva, unë do të ndërhyj. Jam përballur me një burokraci të frikshme në Ministrinë e Drejtësisë. Unë do të tregoj. Dhe jo, absurdi është, dosja e Vjerit tim janë lekët për të marrë, ne nuk kemi marrë asnjë kës, ka bërë burg politik. Dhe kjo është e shumë e freskët, është maj qershor jam marrë personalisht vetë. I thash tim shoqi do merrem unë me dosjen. Dosja e Vjerit tim është problematike. Dhe është problematike për një arsye të vetme. E para njëherë që kemi shkuar 100 herë për dorëzuar dokumentat. Dhe çon një dokument, më fal, jo, plotësohet me këtë dokument, hiqet një tjetër, çuditërisht. Plotësohet sërish ky i dyti, një tjetër. Pra vidhen dokumentat. Dhe këtë e them me shumë guxim, sepse është një gjë konkrete dhe shumë e sinqertë. Është Vasil Baltadori ka bërë burg politik në kohën e Enveror, është përsekutuar gjithë farefisë, jo vetëm familje. 1, 2. Dosja është problematike, mbasi u plotësua me gjithë to dokumentat e grabitura, që janë për mua është urdhëres, të grabiten për të zvaritur procesi, për të mos marrë kompensimin njerëzit që vërtet meritojnë, të shpërblerë se kanë bërë burg. Që jemi ne këtu dhe gëzojmë ato frutet të demokracisë, sa do të brishta. 1, 2. Dosja ime u kthyen problematike për herë të dytë mbasi u plotësua, sepse nuk figuron data e futjes në burg dhe daljes nga burgu e saktë, të themi 5 maj dhe 30 qershor liruar mbas kaq vitesh, por thuhet ka hyrë në burg në maj dhe është liruar në qershor. Po ja fal shtetit të gjithë majin dhe të gjithë qershorin dhe të më kthej atë pjesë familjes. Sepse Vera është gjallë, është 90 vjeç, ka rrojtur gjatë për fat të saj, e rrof më tepër. Nuk kam asnjë Dua të them që kjo është një gjë e stisur dhe me sa duket politika ka zgjedhur këtë lloj. Nuk kam asnjë lloj kundërshtimi. Të lloj të shëmtuar dhe tepër të ulët për të mos i kthyer këto para dhe i jepen Aranit Çelës dhe i jepen atij që ka dhënë. Nuk kam asnjë lloj kundërshtimi. Nuk kam asnjë lloj kundërshtimi ndaj dhe kjo pjesë e persekutuar që edhe hyn. Nuk kam kundërshtim ndaj kritikëve. Unë po do jetë jo më në elektoratin 22 vjet që ka votuar. Jam kurioz, po ne Hoxha mori ndonjë Nuk e di. Jam absolutisht jam sa kushton në total. Është një galaksi pa jo nuk është do paguar nga. Nuk është problem. Sa kushton, unë do të di problem që një shoqëri të ndaj. Sepse unë di që kompensimi pronave kushton 40 miliard euro apo dollar. Ne duhet të shitemi një 10 vjet pa në burg. Jo, unë dua të them që nga 4 kësë ne s'kemi marrë 22 vjet as s'kemi ndonjë shpresë. A kanë sepse mos t'i bjem në qafë, nëse është për t'i rënë qafë ai t'i bjem sa duam. Jo më ke për të qafë. Ajo kushton 100 miliard dhe nuk i ka ardhur radha akoma, nuk e di, nuk e kam qartë. Prandaj pyeta Elizën. Sa kushton Eliza? Unë nuk e di një shifër saktë. Mund të ka një program Partia Socialiste dhe është një shifër saktë, se ne kemi një komision të përndjekurve politik pjesë të programit, më falë të lutem, jo nuk është kështu, pjesë të programit dhe një pjesë e konsiderueshme e programit për rehabilitimin e shoqërisë është pjesa e përndjekurve. Jo, unë jam dakord. Jo, ata po lodhin ata që duhet të gëzojnë lekët e burgut të tyre, se ata janë plakur po vdesin, dhe fëmijët e tyre kanë shkuar gjithashtu 50-60 vjeç. Po nuk është rasti Bashortit Kunatit. Jemi në sekondat e fundit të reagimit. Se nuk përballohet dot, se do ishte përballuar 22 vjet. Është se ka një neglizhencë totale. Në mënyra se si mendon politika është këta janë pak në thonjza, shumë prej tyre po vdesin nga vuajtjet dhe janë të vjetër, po them troçë. Këta nuk janë vota, domethënë janë pak për të organizuar e për të ngritur frymën për vota për një ditë. Ti lëm, kemi punë tjera ne, kemi grupe tjera, do paguajnë, nuk kushtojnë më shumë pasi fushatat elektorale që bëjnë, edhe spotet qeveritare që qojnë për televizion. Dhe ishte krim po të mendojnë. Ku do t'i gjej para për t'i kompensuar këta ish pronar?
Se buxheti i shtetit është në deficit shumë të madh. Shqipëria është me borxh të madh. Përgjigje nga shpjegimi i zonjushës, që të gjithë do të mendojnë po njësoj që këta nuk do vlen mas për vota. Dhe prandaj ka ardhur koha të bëhet një shkëputje totale me këtë sistem. Prandaj duhet premtim i saktë programor. Ju jeni të mitë, ju blen. Jo, nuk e bën dot Erisa. Unë shoh me shumë skepticizëm sepse ti ke një gjyqtor, ka të korruptuar. Ne po flasim për ish të përndjekurit. Të flasim apo për të përndjekur, të flasim për ne. Edhe Zonjusha, edhe ju, edhe Romeo, të gjithë ne jemi të cënuar në të drejtat tona në një çështje apo në një zhvillim tjetër të kësaj shoqërie. Prapë dëshiroj të themi rast personal. Pallati ku kam unë, që jam pronar toke dhe është për pallati, ka vetëm një hyrje që duhet të ecësh si debatikasit. Një bombul e vogël gazi shpërtheu në pallat dhe vdik një grua një 60 vjeçe. Fakire. Kryetari i kaluar i Bashkisë Tiranës, jo vetëm që nuk erdhi të kërkonte llogaritë, cili ishte ndërtuesi që bëri atë pallat kështu, tutëm dëgjoj. S'është çështje konflikti interesi influenca me kryetarin e partisë tonë. Por 10 ditë më mbrapa erdhi dhe molli 10 pemë. Kjo është një çështje që duhet i prek gjithë njerëzit, dhe jo thjesht të përndjekurit. Pra ka besueshmëri pala që pretendon ta zgjidhë këtë çështje, a ka garantuar pjesën e shoqërisë të domosdoshme për të votuar dhe për të bërë një ndryshim që do të veprojë ndryshe nga këta, meqense këta nuk po e bëkan atë ndryshim. A ka besueshmëri në shoqëri që njëra prej forcave politike do sillet ndryshe kur të vinë pushtet? Unë këtë me më shumë se sinqeritet, jo vetëm tek PS-ja, po kryesisht tek kryetari, unë nuk e shoh. Dhe më vjen keq nëse çdo lloj emisioni mund të kanalizohet në mundësi për propagandë. Ke të drejtë. Është e dhimbshme që në të mos të lutem, ke të drejtë të flasësh mbi mundësitë potenciale të ardhmes. Po ama nuk mund ta bësh këtë pa folur për realitetin e fakteve të tashme. Tani a mund ta pohosh me plot gojën që është krim dhe jo ligjore që këta mos të kompensohen, po të dergjën rrugëve nga një qeveri që e ka ngritur dhe ka pranojmë të gjithë. Më duket se e thash nga 10 herë. Ato e pranojmë të gjithë. Unë mundova që të përfshi edhe pjesën jashtë të përndjekurve në këtë që jemi ne sot. A respektohet Vjen dhe më mbjell pemë. Jo marzotëria, po ka me familje. Dejon, që të mos i kthehemi të njëjtave gjëra që thamë se pikërisht bardhëzia këtë sezon është bërë me çështje të shkurtra në mënyrë që të ftuarit mos përsërisin mendimet, sepse ju intereson esenca. Esenca e fundit për këtë reagim për të përndjekurit. Elis, 1-2 fjali maksimum. Thash atë që kisha. Mbi të gjitha është dinjiteti njerëzor, një shoqëri duhet ta ketë për nder që ka patur njerëz që i kanë rezistuar, që nuk janë konformuar, që kanë dashur lirinë, demokracinë dhe kanë sakrifikuar. Për të. Po, efektivisht, pra kanë vuar dhe në përbugje dhe në për internime, dhe fëmijët e tyre e tjerë me radhë. Dhe duhet që t'u japi vendin që i takon. Në këtë 100 vjetor, na bën nder që të vendosim në një monument. Silvan, me 2 fjali reagimin. Nëse flasim për demokraci dhe nëse flasim për një simbol të demokracisë shqiptare, për mua është pikërisht shtresa e njerëzve e atyre të persekutuarve më tepër jo ekonomik, natyrisht që po, se prona është e shenjtë, se sa më tepër të burgosurit e mendimit. Të burgosurit e mendimit që u lënduan dhe kaluan dhe një mjerim dhe një depresion shpirtëror dhe psikologjik të rënd. Dhe nëse ne jemi këtu të kapardisur sot, me gjithë të mirat që na ka sjellë kapitalizmi, demokracia, jemi fal tyre. Unë them mesazhi im për ta do ishte ta vazhdojnë grevën deri në pikën e fundit të gjakut. Deri në pikën e fundit të gjakut, se ndonjëherë liria nuk qen ka dimensioni fizik, po që nga pikërisht dimensioni shpirtëror. Dhe ata janë njerëz me një dinjitet shpirtëror dhe njerëzor dhe moral të shkelur, me të dyja këmbët. Unë do thoja që ata boll gjak kanë derdhur, edhe kështu që mundësisht të dalin më njëherë nga greva, sepse jetët e tyre janë të shtrenjta për këtë shoqëri. Janë vërtet shtrenjta, mos them të shenjta, dhe të organizohen në ato mënyra që ata të kenë vërtet impakt, qofse duan, në fundi se unë nuk e di nëse kanë ndonjë hapësirë më, le të kryejnë edhe një parti politike të tyre, që t'i prezantoj ata vetëm ata të 5 për cilët ti ke rion ke respekt dhe unë respektoj mendimin tënd, dhe të mos varen më nga partitë të cilat ata i kanë zhgënjur. Tani unë këtë do ta përmbledh me një humor të dhimbshëm, ka qenë filmi Një Sidi Gueril, nëse ka zgjidhje një çështje ose jo, kur po shkonte ai që i dorëzoi 10 Gjergjit, të takonte një guerilas tjetër, i tha një farë Zyber, këpucar aty në pazar të vjetër. Nuk zgjidhet ky problem.
Nuk ka asgjë më shumë se e prish të ardhmen se sa kjo pyetje që ne do të bëjmë tani. Si reagon ti, Ermiri Pari, kur pedagogu është i korruptuar? Si reagoj unë, kur pedagogu im është i korruptuar. Apo kur një pedagog është i korruptuar? Kur një pedagog dhe pedagogu jotë, qofse të ka rënë rasti, ta kesh të korruptuar. Atëherë, ka disa pikpamje për këtë gjë. Pakën të mijat. Po. Reagimin. Reagimi i parë është që irritohen, sepse ky pedagog duke korruptuar ndikon automatikisht keq tek fëmijët e mi, te shokët e mi e kështu me radhë. E dyta, mund të jetë kjo që korruptimin e tij e ka sjell ana e tij ekonomike, e ka sjell sistemi, apo e ka sjell ideja ime që duhet se s'bën që fëmia im apo shoku im të dalë me nota të mira. Po, nuk besoj se është modeli doktorëve që i kemi prish në doktorë, sepse kështu është rëndom ta zi. Kam përshtypjen që duhet të jetë edhe e jona edhe e tyre. Sepse duhet të jetë edhe e jona edhe e tyre, padyshim. Erlisi reagon. Ti je vetë pedagog tani. Është vështirë, pra, se më duket vetëm Miri, më duket se s'pas ka konflikt derisi për diskutimin e kësaj teme. Është vështirë, është turp, është nxirje faqe kur e dëgjon. Vetëm para pak kohësh unë dëgjova që një e njohur për shumë nga ne u arrestua në një universitet për mitmarrje. Është përveç se është krim i parashikuar. Është sistemi korruptuar që i ka bërë pedagog të korruptuar? Apo nuk është faj sistemet? Ore, fjala sistem mua nga njerë më bën të mendoj, më bën dhe për të qeshë. Çfarë do të thonë sistem? Njerëzit e bëjnë sistemin. Jemi ne që në një mënyrë apo një tjetër e kemi nxitur disi të korruptuarit. Kush njerëz tash? Flasim për sistemin. Ornela kam përshtypjen që bëri, ja ta them unë çfarë do të thonë sistemi. Më fal, jo, për mua s'është shifrushin, për mua është e para herë që sistemi arsimor shqiptar dhe mënyra, do të thonë, këtu janë probleme strukturore të sistemit arsimor shqiptar. Kjo për mua është sigurisht, kjo është pyetje retorike, indinjohesh, gjithë indinjohemi. Problemi është që kjo gjë është pasojë dhe nuk është shkak. Dhe puna është duhet të hyjmë arsyeve pse. Tani është pasojë. Është pasojë më e këtij sistemi që nuk ka vlerë. Po sigurisht pra ne tash indinjohemi, unë ta thash, është pyetje për mua, është pyetje retorike, të pyesësh ti mua indinjohesh apo s'pëlqen, po normal. Që nuk më pëlqen dhe nuk është gjest as pak për tu lavdruar dhe po për tu donuar. Problemi është njeriu shkon, më po pse që ka kaq në masë në Shqipëri kjo gjë, që dëgjojmë në një mënyrë apo në një tjetër, domethënë këto rastet aferat korruptive në pedagogët janë thash në një mënyrë apo një tjetër që rasti më i shëmtuar është kërkimi apo zarfi i pareve ku diun se çfarë. Kështu që problemi është që tash njeriu mendon, po pse që ka kaq për hap në Shqipëri kjo? Dhe është herezi. Dikur pedagogët e sotëm kanë gjithë studentët e dieshëm. Jo. Edhe ata kanë marrë një pjesë, nuk e përgjithsova. Tash pse që ka këtu normë dhe pse është herezi në një vend tjetër, të paktën unë e krahasoj me atë vendin që kam qenë dhe atje kam dhënë mësim, kam qenë dhe studente dhe kam dhënë mësim. Dhe jo këto gjëra, se këto quhen kështu çuditëra, domethënë të paimagjinueshme, po dhe raste shumë që pedagogu të ketë shok në Facebook studentin është totalisht e palejueshme, po them gjëra fare ordinere dhe fare bazike. Domethënë për mua është problemi i madh i sistemit arsimor shqiptar. Domethënë ky sistem aktualisht me gjithë politikat, me gjithë shka që është bërë etj, domethënë është para cilësia, jashtë mase e dobët, domethënë ky masivizim i madh, ky liberalizim i madh, ka çuar në një cilësi super të dobët, qoftë të studentëve e para punës, që gjithë 5.1 dhe 4.9 po na bëhen kuadro. E dyta, të stafit pedagogjik. Unë shikoj me dhimbje dhe me përderisa jam në këtë fushë dhe e njoh mirë, që ty të bëhen pedagog të brendshëm, pa pikë merite. Njerëzit që sot mbarojnë në Universitetin X të Cerrikut, nuk e dia e ka Universitet Cerriku, po jam e sigurt që nesër do bëhet. Mos e përmend aman, të lutem. Po ja fusko se gjuna mos e fusko. Si ka thënë Jules Verne, çdo gjë që fantazon njeriu nesër do bëhet realitet. Aman, të lutem. Kështu që ideja është tash merret pedagogu i brendshëm. Në një universitet të mirë prestigjioz, po them nga Universitetet Karagjoze. Njerëz që janë thjesht me ca mastera ordiner dhe mi vep pedagog, që ai nuk e ka idenë kush është misioni pedagogut, më që këtu fillon. Kush është atyre studentëve që ka aty? Dhe imagjino çfarë niveli është cilësor, çfarë niveli meritokracie, çfarë niveli profesionalizmi, etj, dhe çfarë niveli të ardhurash, se dhe kjo është e lidhur sigurisht me korrupsionin. Për mua jo, për mua nuk është e para. Për mua nuk është e para. Do me thënë një pedagog që ka profesionalizmin, që ka një profesionalizëm dhe ka një ashu, dhe unë e pranoj, do shkoj edhe me rrogën 400-500.000 lekë t'jap mësim, sepse më duket profesion shumë fisnik,
edhe më sjell atë job satisfaction, kënaqësi në punë, unë e pranoj edhe job 500 satisfaction, mishi. po, ka dhe disa detyrime ke shtëpia në darkë, cilat ky job satisfaction Po hik atëherë, shko po punë tjetër. Ai ke pranuar. Ai ke pranuar. Një sekondë. Është gabim ajo, nuk mund të. Ai gabim, atë gjykoni ju. Gabim pse në kohën e komunizmit jemi ne? Mendimi po pse kur në komunizëm jemi ne do punojmë për shpirtin e nënës? Erioni se ta çoj pak mendimin deri në fund. U mendoj që aty lekët që shko bëj punë tjetër që merr më shumë se 500 lekë. Ka shumë mënyra se si në Shtetet e Bashkuara si të gjykatësit, që zgjidhen për një periudhë relativisht gjatë, apo për hershëm, po gjithsesi ata të rrihen në një farë kohe dhe rroga e tyre mundet të ngelet në atë pozicion ku është se vetëm mund të rritet. Domethënë, nëse ti merr një pedagog dhe paguan, po them kot, po ja fus kot tani, një pedagog të jashtëm tek shtetërori e 5000 lekë të vjetra, pa diskutim që ai është shumë më tepër, domethënë i mundshëm për i prirur. Për të rënë pre. E një është drejta. Ata mbaroj? Është drejta ajo. Ata mbaroj? Është drejta. Po ja kjo është strukturore. Kjo është strukturore. Ata mbaroj. Kjo është strukturore, sepse ai pedagogu që shkon, ai është një cop mishi, që mezi e ka marrë ato vend pune, e ka marrë rektori apo dekani. Po është në strukturë, është në sistem. Po jo, po pra, për strukturën e sistemit. Ndiqem dhe reagimin e Brisetës. Është për të besoj se do jemi të katër në një mendje që korrupsioni më galopant është në universitetin shtetëror. Nuk ke këtë lloj korrupsioni në universitetet private. Do më do thojë më falë Brisida. Edhe kjo është vërtet. Sidomos të rrethave, po, është vërtet. Dhe kjo është trishtë sepse të mendosh, unë jam me Mirelën dhe jam për rrugë të prera. Nuk mund të justifikohet që një pagesë e ulët justifikon pedagogun që është i prifti të fus tek studentët përveç dijes së munguar. Më fal, përveç dijes së më fal. Brisit lutem, nuk justifikim. Jam dakord. Po nuk mund ai është moraliteti i qelbur që nuk mund që nuk ka justifikim në botë. Po unë thash një nga shkaqet që e bën prirje. Po pra, shumë përpara te unë e thash një nga shkaqet, po për mua nuk është shkak kryesor. Nuk duhet jetë. Të jemi mund ta të shoh edhe diçka. Njerëzit më të lexuar në Shqipëri dhe dihet që këtu në Shqipëri janë përmbysur të gjitha strukturat e vlerave. Njerëzit me vlera të lexuar intelektuale janë më të varfër se sa ata që nuk kanë shkollë arsimim dhe janë më të pasur. Në vlerë financiare. Dhe unë them që shakmarrja e njerëzve të moshur është ndinjata në Shqipëri. Shoqëria shqiptare në tërësi është në krizë. Dhe një nga arsyet dhe pse është në krizë është pikërisht sistemi arsimor. Të mendosh që pedagogu që duhet të jetë njeriu më i ndriçuar, sepse po rrit një krijesë të re shqiptare. Ti fus aty jo vetëm dije të munguar, por dhe filozofinë e korrupsionit, kjo është skandaloze. Sepse ai mëson që në diep se si do çash ti në jetë, thotë. Këtë që më dhe mua, këtë dije të munguar që e konvertove me parë, do konvertosh dhe në jetë dhe me shefin tënd. Dhe kudo në çdo hap të jetës. Pra hapet më shumë fjalë. Po, don korrupsioni mjeksi dhe në gjyqësor është shumë i rëndë. Por ke pedagogu është për mendimin e shkrim i nërfilt. Sepse krijon karakterin e një njeriu, shqiptar të ri, dhe të mendosh me shkollë të lartë, një intelektuali, që vetëm intelektual s'mund të jetë. Më fal, unë e kam thënë gjithmonë dhe e them, domethënë që në ka krim që është bërë këtu në këtë vend, këtu ka shumë krime që janë bërë. Po në ka krim që është bërë është pikërisht në sistemin arsimor shqiptar. Pse? Sepse shëndetësisë i fut ca reforma dhe në short term dhe mund ta rregullosh. E kupton? Bë të spitaleve, të personelit shëndetësor etj. Në ka gjë që ti do gjenerata, do brezata ta rregullosh atë dëm që të është bërë, është pikërisht arsimi. Do me thënë dëmi që po bëhet aktualisht. Se më mirë të mësojmë gjatë gjithë jetës edhe reparohet. Qa do me thënë mësojmë gjatë gjithë jetës? Mësojmë prapë. Qa të mësojmë? Të shkojnë shkollë. Ti që ke marrë me 5.1, ke marrë i diplom juridiku, dhe më ke zënë vëndin më të mirë, aty drejton dhe një vënd. Dhe shefi është më ignorant se varfër. Vëndin e ka marrë për shkak se administrata publike është një kosht lerash. Jo për shkak se sistemi arsimor. Ti e ke marrë sepse në qoftë se sistemi arsimor punuar në administratë dhe kanë marrë një diplom. Jo, shiko. Sistemi arsimor e kanë blerë administrata nuk është administrata është. Keme 5.1 në një firmë të madhe me emër avokatie? Jo. Keme 5.1 në një kompani shumë serioze që sjell nafta apo gaz nga jashtë? Jo. Kompanit madhe avokatie kam parë. Kam parë kompanit madhe avokatie. Raste sporadike dhe mund të jetë shërimi i parë, po administrata publike janë me lopatë. Brisi pak më përpara. Është e vërtet që zakonisht koncepti i korrupsionit vitmarrja është shumë si thua aplikuar ose është shumë më e dukshme dhe denoncohet shumë më tepër kur denoncohet në publik se sa në privat. Pse? Sepse privati, një protestë studentëve. Kishte një protestë studentëve para pak ditësh, fatkeqësisht ishte vetëm me 10 veta.
Për çfarë ishte protesta? Protesta ishte ditën e parë të shkollës, ishte kundër korrupsionit ndaj të pedagogëve. Kishte emër apo përgjithësi? Jo, ishte në përgjithësi, ishte vetëm me 10 veta gjithsej. Po ku e pan korrupsionin ditën e parë ato, se kuptova? Po nuk e di, po ndoshta është për të ditën e parë që të filloi lufta për të paraprirë, ndoshta. Ç'u ndodhi? Po ti filloi ramësim që këtu shifet. Shkojnë ditën e parë, po futun auditor, shifi ç'a bëhet, fillon me protestë ditën e parë. Po ka pas drejtë shiko tani në vitin 2 nga viti i parë. Po unë shpëtu nga mësimi me kur them unë kam drejtë për të protestuar, nuk mund të ajë më seriu Mera. Po jo më thënë, një telefonat për kohë. Një sekondë. Po më ishte futen në auditor, një sekondë. Jo, do them vetëm një gjë do ta mbyll. Mua më ka skandalizuar fakti, ditën e parë të shkollës, ishte dita e parë të hënën, e universiteteve, kam dalë atë ditë, sepse ashtu e kisha punën ndola nga bloku, të betohem. Do me thënë baret e bloku dhe baret më ordinere që i gje me 2-3 tavolina, ishin bërë, kishin hypë si për njënit e ishte ora 10 e mëgjesit, ditën e partë universitetit. Po mirë, bravo. Bravo, okej, fajn. Qeka bravo. E kuptoti qa fleti, më ditën e parë në universitet, jashtetit. Nuk mësojnë na njëri tjetri atë? Nëse kanë qenë, duke të shumë gjëra na njëri tjetri. Po ishin gjithë këshu në Shqipëria do korra të që do mbjellë. Po qa fleto, burë ditën e parë, përse nuk ka kanalet të tjera ku mund zgjidhet problemi me një pedagog të korruptuar për vetëm prokuroria? Kanali jo, për shkon direkt në prokurorisë, kjo është shumë gabim. Mesazhin e gabuar, dënimet në Shqipëri kundër korrupsionit janë skandaloze. Brezi një minutë, në përgjithësi, në një vend që ka vepra penale kaq të rënda, kaq të agravuara si korrupsioni, gjakmarrja dhe shumë vepra të tjera penale, falsifikimi, mashtrimi, fyerja, duhet kishte dënime dhe sanksione ekstreme. Jo ekstreme 100 vjetë dhe burgim përreqe, por duhet ketë vetëm masa shërnguse e trëmbi njeriun. Dhe kjo është mos e vërtetuar. Këtu dihet si e mbyll ai në prokurori, si e mbyll që në polici, në prokurori, në gjykata. Biles, tu ka ndruar një fenomen, ka ndruar një fenomen që media duke thonë. Atë e arrestojnë të hënën, ai prejtë është i liruar, po gjoja psikologjikisht në popull vazhdon është i arrestuar tjetri. Ai mund të jetë i lirë në shtëpi, ka paguar një job nga legët që ka marrë në korrupsion, një job gjykatës, që është garancia që quhet, dhe është i lirë. Dhe kjo ndodh në 99% të rasteve. Besida e rëndësishme është që gjykata të fuqizohet në ana ekonomike. Se ty të vjen mirë, të flasësh për anën financiare të pedagogëve, po anën financiare të gjykatësve, ke menduar ndonjëherë? Po pse studentët nuk zgjedhin? Se ka menduar sepse nuk ka gjykatë, nuk ka një makinë. Edhe nga çmimin e fundit. Pra të kamër një qetë, po a ishin debat tjetër. Si do të reagojnë ndryshe studentët që të mos bien prej korrupsionit, pra për t'i dhënë zarfin? E para studentët të kthehemi çik tek mbrojtje. Duke studentët duhet shkojnë në shkollë për të studiuar. Po nuk mësojnë, kjo është problemi. Sepse edhe pedagogët më të vështirë, po marr këtu ekonomikun e shtetrorit apo ku diu ndonjë fakultet tjetër, ka pasur raste po ato pedagogë kanë dhënë notën 8, 9 dhe 10 të merituar. Po sigurisht kur unë mendoj që ushqimi kryesor, ke shumë dhe ka pas raste që kanë vënë ekonomiku sidomos vend ndonjëherë. Ushqimi kryesor i korrupsionit. Këtë e di shumë mirë. Po flas tani nga perspektiva e një studenti, ushqimi kryesor është mosvëmendja dhe fakti që studentët nuk shkojnë për të studiuar. Po nuk mësojnë. Universiteti nuk është për të gjithë, po ta them një fjali. Po një njeri që nuk mësoj, po të mësoj brisi, unë i nxjerr syt pedagogut. Ja. Edhe kur i bëj provimin me janë pedagogë me emër që dihen në universitet, që ngelin studentët për ngritje pazari. Kalitim realist. Dhe nuk mund ta gjejnë fajin ke studentët. Kjo është problemi. Po ka dhe tjetër, po para 2 vitesh u bë publike, për para 2 vitesh. Tek fakulteti ekonomik u bë përpara 2 vitesh dolën një grup, një 50-60 studentë me emër, peticion me emër, i drejtuan rektorit, i drejtuan ministrit. Agronganit. O merret, nuk e mbaj mend. Po, ai gjeti. Asnjë gjë, vazhdo ta bëjmë atë. Një sekond. Pedagogu ndoshta nuk e gjeti ndonjë gjë shumë e madhe. Po ata student morën të drejtën për të dhënë atë lëndë me një pedagog paralel. Dhe kjo më pas Universiteti i Tiranës hyri e sankcionuar. Ato histori do ta psojnë të tjerët që do të vinë. Ti jep një provim dhe nuk e merr apo 5 me një pedagog të caktuar, ti ke mundësi ta japësh me një tjetër lëndë paralele dhe kjo mund një lloj mase. Kjo është normale. Po mirë, pse nuk e hoqin atë pedagog? Pse nuk e hoqin atë pedagog? Atë kthehemi faktit që korrupsioni i ka rënjë tek administrimi, tek administrata. Në qoftë se 5 studentë bëhen bashkë dhe shkojnë në departament për t'u ankuar për një pedagog. Do ta heqin atë pedagog. Do ta heqin frika kryesore është që studentët janë ankuar o profesor, nuk mundemi. Pse? Se komisioni janë shokët e atij apo e asaj. Kjo është ankesa kryesore që ka sot studenti ndaj një pedagogu, sidomos kur është me fëmijë në kokë.
Atëherë nëse ky ikën me këtë lloj frike. Ju diskutoni raste luksoze. Të raste luksoze, raste ekstreme. Ne po themi për rastet në masë, rastet në masë. Mos e ka rastet në masë ku janë tani një sekondë. Po themi rastet në masë. Po ku janë rastet në masë se nuk u bën publike? Mirë, rastet në masë. Rasti, bravo. Rasti në masë është 7 marsi. 7 marsi shkojnë kalamaj dhe varsin Floriri Zyshës. Ka mos ka Zysha e pranon ose i porosit vet. Dua këtë gjë thot. I shko dhe e zgjedh. E kam dëgjuar dhe unë këtë që kaluam. Po më t'ia dorën ata, sa të ti marrin lekë. Jo, është fenomen që është përhapur në gjithë sistemin arsimor. Korrupsioni është alabak, më falni se flas shumë. Nëse ta thot korrupsion alabak e mbështes. Vin prindit të dytë, prindit përveç rastit 7 marsit. Një gjë tjetër që mua më skandalizon fare është kur vjen prindi në universitet për të regjistruar fëmijën mbi 18 vjeç. Kjo është merr. Ose kur vjen prindi për të thënë, aman jepi një pesë. Kush është financuesi? Kush është financuesi? Investitori. Do vi investitori. Ore, po ai është subjekti së drejtës mor zotëri. Ai ka kaluar 18 vjet do të vetë drejtë. Çfarë do të thonë? Të vi prindi për adulti i maçoren tani. Ardhmen e fëmijës. Ermir, çfarë po thoshe? Po më kujtoj këtë punë e varses. Po të paktën ato para nuk i kanë shkuar rushvete, se ajo do i merrte lekë, do i bënte varse. Ja kanë dërguar varse direkt. Shortcut. Si reagoni Liri kur dëgjon se kemi ligje, por ato ligje nuk zbatohen kurrë? Kemi një shtet që kemi ligje të mira, po nuk zbatohen. Po ligje nuk zbatohet kurrë. Fus një mendje të lehtë. Se di unë ti e di, si ta pasar leçën fare sot. Po tash po ti marr seriozisht. Po të reaguar i bindet e mikronit. Tani do të them, shumë leçën një sekondë ta thotë njëri va thonë çik. Jo, po me gjithë këto probleme që nxorët, që në fundit janë të fundit, që ne mendojmë gjatë ditës, si bjetë emigrojmë. Po pse nuk po emigrojnë njerëzit? Ojva, po pse? Mos e kisha menduar në të vërteta? Janë shumë të vërteta. Mundojmë mos t'i mendojmë gjatë gjithë ditës që të karikohemi. Edhe në fakt emigroj çdo javë, po shkoj nga një ditë e vi prapë. Ti paske sistemin më të mirë nga të gjithë. Po tani, shiko, po ti marrë shumë seriozisht i bi që të kalosh në depresion, të bësh disfatist. Po pse nuk kanë kaluar në depresion dhe vetvrasje? Po pse do kaloj unë tani? Që të kalosh në ruaj veten. Se ti je shtet. Po unë e marr me A ishe na e djatha? Unë e marr me unë ti e di që kam qenë nga e madhe gjithmonë tash. Po kam nga shteti. Unë e marr me një filozofi shumë pozitive që ky është një vend adoleshent sepse ka vetëm 20 vjet në demokraci dhe shtet ligjor. Dhe si çdo adoleshenti i duhet falur, pra gjërat duhen falur dhe duhet kuptuar që ky është vendi. Ti ka 20 vjet në jeta ime? Tani ajo ndash falim ndash mos i falë jetat ka ikur. 20 vite ika unë e mbaj mend veten që unë nisem nga një parim tjetër që unë vend tjetër, ky është vendi im. Vend tjetër, popull tjetër nuk kam se ku të shkoj, mund shkoj të emigroj se statu, por ky është vendi im dhe kjo gjë më bën që në jetën time të përditshme, në aktivitetet që bëj, të punoj shumë në këtë drejtim që njerëzit, shoqëria, ekzekutivi, OJQ-t, publiku, gazetaria e gjithçka tjetër ku jetojmë ne, pra xhungla ku jetojmë, të ndërgjegjësojmë çdo ditë më shumë, pavarësisht se pak e nga pak, që është shumë e rëndësishme të kuptojmë që për te demagogjisë që ne na duhet, jo për çështjen kombëtare, jo për çështje fetare, jo për rritja për rënje ekonomike me 2-3 shifra, jo për tifozllë që të dallojnë. Çi rritjes ekonomike, ne vetëm atë kemi. Po krenojmë atë. Po pra. Pra, në gjithë të drejtim, për te kësaj, pra për te le të themi kësaj maskarade të përditshme me cilën ne përballemi, e një moment që ne duhet ftohemi në raport me atë që është, dhe ne duhet kuptojmë që gjithë tjerët nga ne presin vetëm një gjë të thjeshtë. Që ne të kthehemi në një shoqëri që zbaton shtetin ligjor, në një shoqëri që një dhe zbaton ligjet e veta. Dhe kjo nuk është një gjë që ka të bëjë vetëm me atë që është në ekzekutiv, ka të bëjë me gjithë shoqërinë. Natyrisht që shembulli vjen nga lart, por ka të bëjë me gjithë shoqërinë. Dhe për fat keq ne do na duhet ende edhe një 20-25 vjet tjera që të kuptojmë se sa i rëndësishëm është ndërgjegjësimi në raport me këtë faktor. Ka thënë një herë një miku im diplomati huaj, në një darkë shumë të këndshme, teksa po bisedonin për çështjet e sigurisë rajonale, ju e dini që unë i kam shumë për zemër këto çështje, për Maqedoninë, për Kosovën, për Malin, për Greqinë e tjerë. Dhe ai po më thoshte, shiko, po më thoshte, ju ballkanasit përfshi dhe grekët që janë vënë antar i BE-s, nuk kuptoni dhe i NATO-s, nuk kuptoni një gjë shumë thjeshtë. Në fundit ju duhet zbatoni ligjet që keni bërë vetë.
nuk e se do zbatoni ligjet që kemi ne në vëndin tonë. Ju nuk zbatoni edhe ato, dhe pastaj që shme e zeza, vini dhe mundojni të nashisni ne ato gjëra që ju e dini shumë mirë që ne e dim që janë, ashtu si që ju e dini që janë, por që të dyja palët gënjem njëra tjetër dhe këtu pajtoj me Sokolin. Jetoj në një gënjeshtër të përbashkët, kështu është ideja. Absolutisht. Dhe këtu jam dakord me atë që thotë Sokoli që edhe këta diplomate ku rrinë më shumë se 3 vjetë në Shqipëri, bën edhe këta si shqiptarët pastaj përputhen me këto. Sokoli e ka reagimin pak më të veten. Sa i përket probleme ligjore, unë do thosha që harku ligjori miratuar deri tashmë në Parlamentin e Shqipërisë ose Guvernën e Shqipërisë ka qenë tërkohën në mënyrë të vazhdueshme, vijueshmërisht në asistencën e Komisionit Evropian dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare. Do të thënë që më shumë janë kujdesur të huaj? Dhe nuk mund të thosh padyshim që janë kujdesur në mënyrë të skajshme. Prandaj edhe unë në kokë reagimit më duket, ëh. Asa Sokoli nuk po i bie në kokë. Po kush është reagimi. Po jo, na duhet i pari pastaj këto, se çështja është që duke filluar që nga ai që lind sot ose ai që ka lindur në vitin 90 dhe ai që sot është dikushi dhe askushi e tjera, janë ata të parë që urejnë dispozitën ligjore. Do të thonë ai që e prodhon dispozitën ligjore. Deputeti, ministri, kryeministri, qytetari, njeriu e tjera. Pastaj si avokat, si reagon? Për postë të cilës un kam interesat e ligjit. Dhe unë jam i detyruar të respektoj për forcë ligjin, sepse kam interesat e mia monetare, shpirtërore e tjera. Dhe jo vetëm kaq, por duke e njohur kam edhe frikë. Dhe sa ai që është në pushtet, ai që është fëmia i pushtetarit, ai që është njëri civilisht që ka provuar për krajën e qeveritarit dhe shtetarit, ai nuk do ta njohë fare ligjin. Por kjo është pjekuria si shtatë i liri maturia e kësaj shoqërie. Tani e dim ç'kan bërë, po si reagojmë? Reagimi në kuptimin personal apo kolektiv? Kuptim personal. Kur të vjen dikush që e ka shkelur ligjin, dhe ti si qytetar je barabart me të. Modraime nuk ka solidaritet. Ati nuk i bën gjë dhe ty të bëjnë gjë. Modraime, këtu nuk ka solidaritet në mbrojtje të ligjit. Këtu nuk ekziston, më Tu nuk ekziston solidariteti. Po mirë, po si do reagojmë tash që solidaritet të rrihemi. Ta mbjellim, të rrihemi. Domethënë, e vetmja solucion. Me këtë rrihemi, me ata që i shkelin apo me ata që s'votojnë? Me ata që i shkelin. Mirë, po duhet solidaritet qytetar për të rrahur ata që shkelin ligjin. Po këtë do rash. Shtetin. Po të rrenë në mes të ditës. Po pse të rrahim do shtetin? Po të rrenë 21 janar për qef domethënë. Po, bukur. Të rrenë kur të duash ti domethënë. E rret burgosin në mënyrë të teskajshme në kufit e qenis në jetë apo të vdekur. Reago po deshe dhe më dhe. Për shënë, të rje mund tani. Se këshu i bje. Në ka reagim më të forës sa kjo. Jo, po vi po rjem dhe unë. Sokol, po vi po rjem dhe unë bashkë me ty rjemi të dy. Tu ka një frim të mërshme i dashur në raport me ligjin. Të gjithë ne flasim që ligji është udhërfysi e tjere, po të shikosh në seminare, në shkolle magistraturës, etc. E ku do ti? Po të vesh të një zyrë ministri të fletë për ligjin, sa shkel jashtë, do në sa largohesh ti, akti i parë që bën çdo njeri, i kujdolloj pushteti, qoftë ati që iku dhe qoftë ati që do vi, sepse ka eksperiencën e shkelurit të ligjit, kështu do tjetë. Atëre, si mund të reagohet? Po, për si mundet? Si mund të reagohet? Si mundet, ja, dhe ndigin e si këta këtë këtë këtë. The shumë randë, me atë të raje në të rëndit e gjithë. Jo, më si mund të reagohet, si mundet? Në fakt, në qëfar... Në librin e shenjës, në Bibël thuhet, në të tjera, Jezu Krishti duke mbajtur atë traun mbi supe në Ungjil, dhe para se të shkonte aty, kur shikon që po e gjakosit duke ngull goshtat për të hedh ato njollat e gjakut në tokë, ndër të tjera i drejtu qytetarëve të Tebes dhe i thotë mënyra se si vim në këtë jetë përcakton edhe mënyrën se si do shkojmë. Ku du të dalë me këte? Mënyra se si bën ligjet tek ne, mënyra si bën ligjet tek ne përcakton destinacionin e ligjit. Do t'ju them disa gjëra për të qeshur, disa gjëra për të qartë. Se ky reagim është. Është për të qeshur se mas ligjit për ndalimin e cigareve duhanit në mjediset publike, në Shqipëri është dyfishuar tregtia me duhanin. Pra ligji ka qenë jashtëzakonisht efikas, se në vendet ku ka patur no smoking, është pirë dyfishi i duhanit. Ai është ligji që janë nxjerrë është ligji tavlla deri zvendësuar me pjata e Kjo do të thotë, sepse ai ligj është bërë, mënyra si është bërë ai ligj, pa u konsultuar me konsumatorët, me shitësit, me tregtarët, me qytetarët, me
mjediset sociale të shërbimeve tjerë, pra ligjit vinte nga një proces i gjatë konsultime, diskutimi shoqëror. Nëse shoqëria është maturuar dhe pranoj grupet e interesit gjithë janë dakorduar që tani kemi arritur një pikë që lypet ta bëjmë të ligj, atëherë mënyra se si bëhet ky ligj përcakton fatin që këto njerëz do ta pranojnë. Se nëse unë bëj një referendum me 60.000 firma për të thënë ndalim plerave dhe 6 vetë nuk e respektojnë 60.000 vetë, kjo do të thotë që ligji bëhet nga një republikë që s'është parlamentare, por është republikë ekzekutive. Ne kemi rrëzuar themelin në ndërtimit të sistemin tonë politik. Që të reagojmë? S'duhet të bindemi? Nderuar kolege, reagimi është ky. Zotri, hiq një dorë nga republikat ekzekutive të tipit Gaddafit, ku 14 ministra mblidhen dhe vendosin se çfarë ligjesh duhet bërë brenda natë. Kjo është për të qarë. Para ishe për të qeshur Erdoganit. Kjo është për të qarë. Dhe pika 3 e reagimit, se jemi tamam në ato ditë që duhet reagu, kemi 8 vjetë pa kokçarje dhe 8 orë më alarm për miratimin e 3 reforma të fundit. A nuk meriton duar trokitje kjo? Kjo meriton duar trokitje. 8 vjetë pa kokçarje dhe 8 orë më alarm. Kjo kërkon, një reagim. Mbaj frymën një sekund, të marim një duar trokitje në publiku, një duar trokitje në publiku. Jo, të reagojnë atë. Faleminderit publiku. Se shtroj këtë çështje. Ato që ngriti profesori Liri për Greqinë. Greqia pse dështoi si shtet? Ne kemi modelin e dështimit, nga duhet të mësojmë, kemi edhe modelin e suksesit, për shembull Norvegjisë, Suedisë, Danimarkës, Gjermanisë, nga mund të mësojmë. Pra tani kemi edhe dështimin, edhe suksesin. Po asnjë nuk konsiderohet Shqipëri, sepse në qasje me Gjermaninë ne kemi rritje më të madhe ekonomike. Po. Nësa në qasje me Greqinë ne jemi shtet më i stabilizuar. Po. E kupton që ne të keqen e marrim për të mirë dhe të mirën e marrim për të keqe. Nuk mund të bëhet legjislacioni në qoftë se nuk përfshihen baze gjërë, demokratike, një proces i hapur, një proces komunikativ që përfshin. Më të mirët e huaj. Nuk mundesh, o zotrin dhe ruar, nuk e bëjnë ligjin të huajt. Dhe kjo është me të vërtet që të huajt e kanë asistuar. Po mos pritë ta reguloj shpinë komshiu, o Erion. Po ligjë, a do vesh në Evropë? Po shpinë ta regulosh vetë. A të bëj një pyetje ty se ju vjeni me të vërtet avokat i djallit. Të bëj një pyetje unë se ju po më gjallë në reagimin. Mundeni juve, shpresoni juve se ligjet e modelit gjerman do respektohen nga një popull jo gjerman si shqiptarët? Jo, zotri. Sepse në Gjermani nuk ka shqiptar plot? Sepse ligji buron nga një vullnet qytetar, ti nuk mundesh të miratosh ligje në kuvrën e ekzekutivit dhe nuk mund t'i miratosh madje as në parlament, nëse deputetët nuk shkojnë në konstituencat elektorale, nëse nuk takohen me grupet e interesit, me fushat respektive. Ligji si vonen veri do bimen a poshtë lart? Ligji nga poshtë lart është. Nuk e ka shpikën verit, mos ju tremni ka shumë në verit se keni gabim. Se nuk e ka, ligji buron nga një proces i gjatë demokratik. Për të mbështetur profesorin. Pse mbështet profesorin? Po jo më në kuptimin e reagimit ndaj asaj së cilës ne po flasim. Nuk ka rëndësi se nga vjen harku ligjor, nga formatohet ai apo nga inison. Problemi është që këta qytetar, 20 vjeçar, se këtu jemi gjithë 20 vjeçar, duhen artikuluar se çfarë duhet të bëjnë, ku duhet të shkojnë. Pra, duhet të jetë transparente veprimi i formatimit ligjor. Duhet të jetë i prekshëm. Ose ndryshe, ka një teori filozofike e cila e trajton njeriun si qenie biologjike që jemi gjithë barabartë me ato që kemi fshehur brenda rrobave, ka dhe qenia si institucion, polici, sa ish robën është qenie biologjike njeri, sa vesh robën është polici dhe vjen të re. Që do thotë, këtu instrumenti ligj nuk shikohet si barazi, raport të drejtash, konsekuencash në respekt të rinisë tënde dhe kujtë do dhjë. Ose ndryshe, këtu ligji shikohet si matrapik, më rëvdaj. Shikohet si kur vete njeri një fshinjë im që nuk po pjoste më, se shpo bëndet në shpinë e re dhe i ra dhe asaj kutisë sa ashensori, dhe vetëm kur gjeta gratë fshinjë unë që ishim bërë me plurë. Pse se ka pushtetin a i, ka i ligjin. E këpton që është ligji. Tu është instrumenti më të fortit. Nuk konsiderohet ligji si instrumentit gjithve ne. Po, janë vetë qytetarët që e pranojnë këtë lloj gjëje. Janë vetë qytetarët, unë vetë reagoj. Unë reagoj në të gjitha mënyrat e ndryshme, nëse për shumë gjëra jam e qetë. Kur vjen puna për të ruajtur liritë dhe gjërat e mia, unë reagoj dhe reagoj shumë fort. Konkretisht, jam i vetmi person në mahallën time që prish rregullisht çdo dasëm që bëhet në lagje. Jam personi që e merr më shpesh policinë në çdo cep të Shqipërisë ku është.
129-ën që të vi policia. Unë e kërkoj që të më ruhet qoftë dhe qetësia e veshëve të mi dhe e gjumit tim. Ndërkohë që shumica e njerëzve thonë, tani tjetri ka dasëm, lëre se një herë ka, po një herë ka një herë ka tjetri që shkun ta është mënyra se si ne jetojmë dhe se si pranojmë. Ne jetojmë në një Tiranë. E garantuar qetësi për të? Unë vetë bëj çmos që të më garantohen të drejtat dhe liritë e mia. Unë jetoj në një lagje me rrugica të ngushta, ku askush nuk e zbaton shenjën e policisë rrugore. Vetë policia rrugore shkon, kalon, vë ca tabela për ndalim qëndrimi dhe ca tabela për rrugët me një kalim dhe nuk e kontrollon kur. Atëherë unë ç'mund të bëj kur futem në një rrugicë të tillë dhe jam shumë në rregull, detyroj atë tjetrin që të eci mbrapsht. Deri në fund ku kërkoj. Nuk jam rrafur akoma, kam shpëtuar fakti ndoshta që jam gazetare, ose që dal në ekran në fund më hapi rrugë, ose dhe policët janë pak më të ndjeshëm kur I marr unë në telefon nga një qytetar I thjesht. Kam dhe mënyrën e vetme të reagimit që është profesioni im, gazetaria që shkruaj dhe e nxjerr dufin tim. Po unë mendoj që ne nuk duhet jemi të nënshtruar ndaj padrejtësive. E vetmja gjë që kemi në dorë është të ngrem zërin dhe të kërkojmë, nëse futem në një lokal dhe është tabela me ndalim duhani, unë kërkoj që të ndalohet duhani për aq kohë sa ligji është I tillë. Ne duhet jemi vetë ne reagues dhe mos presim që ky ligj të na imponohet. Sa po vinim në emision, ishte një personalitet, deputet një 200 vjet në Evropë, një gjigant ishte këtu në studiot e Skani, edhe sa më takoj, tha, deputetët shqiptar, tha, ishte në parlament sot, deputetët shqiptar, tha, pinin duhan, tha, në parlament. Pra punë në shpirë, kemi parë Ministrinë e Shëndetësisë dhe në tabelën ndalohet duhani. Këtë freskët fare. Por unë po them çfarë mund të bëj unë mund ta ruaj veten kur e di që në atë vend ndalohet duhani, unë e kërkoj zbatimin e. Në mbështetjet koleges së nderuar kemi dy modele shumë të rëndësishme ndërkombëtare, se me këtë punë merrem edhe aty marr modelet. Kemi modelin reagimit holandez dhe modelin reagimit grek për Kushtetutën Europiane 2004. Holandezët I thanë një jo shumë të madhe kushtetutës, sepse qeveria, institucionet e kishin bërë të njohur draft kushtetutën. E dinin gjithë ç'është. E kishin informim komunikim dhe tërë qytetarët e kishin të qartë cilat ishin kolonat kryesore të kësaj kushtetute. Dhe I thanë një jo të madhe kushtetutës BE-s. Edhe ra kushtetuta. Mas një debati shumë të madhe ra kushtetuta. Ndërsa në Greqi është paradoks tipik I modelit shqiptar, ose ne ndjekim atë model. S'dini gjë fare. Ato miratuan në parlament brenda 3-4 orësh dhe ishte një volum, keni parasysh rreth 800 faqe, traktate mbi traktate të vendosura, që duhet shumë kohë për ta lexuar. Dhe deputetët grek, të cilët se kishin lexuar as për vete, e kishin marrë nga Komisioni Evropian dhe paraqitën draftin në parlament, u miratua për 2 orë, të nesërmën Kushtetuta e Bashkimit Evropian u adoptua në Greqi, pa ditur asnjë qytetar grek se kanë ndrruar kushtetuta. Kjo bëhet në Shqipëri, çfarë reagimi pret nga qytetari kur qytetari nuk e din se kush është ligji? Po si profesor, po se thonë reagimin ai nuk e di. Ka 64 herë ka ndrruar kodi fiskal në Shqipëri, kodi fiskal në Shqipëri, sistemi fiskal. Ato që tha Iva, profesor. 64 herë tregtari e çon produktin, e çon paranë në Kin me një sistem tjetër fiskal dhe rrugës duke ardhur anija cif në Durrës për 40 ditë, aty ndron 3 herë sistemi fiskal. Reagimi është ky. Ligji duhet bëhet I njohur radh parë, se qytetarët nuk e njohin ligjin. E dini juve të nderuar kolegë se në zyrat e shtetit shqiptar janë shumë të pakta, ndoshta 10% që mbajnë kushtetutën në tavolinë? Bëni një skanim, se më qenë në emision skan. Bëni një skanim nëpër zyra, nesër në mëngjes. Dhe shikoni, verifikoni, nëse do të jetë 10% e zyrtarëve që kanë kushtetutën e Shqipërisë mbi tavolinë, atëherë do thoni që juve jeni UFO, nuk jetoni këtë realitet. Do t'jap dy shembull, jo ma ligjet e tjera. Erion, do t'jap 2 shembull. Një shembulli me që jemi tek ligjet dhe të kushtetuta, I zgjedhjeve mes Algorit dhe Bushit në vitin 99 në Amerikë, ku pavarësisht se zgjedhjet I fitoi Algori, vendimi I gjykatës, pra që është ligji, I dha definitivisht drejt në Florida George Bushit, I cili më vonë ishte 8 vjet presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe askush nuk e diskutoi, sepse atje ligji është shumë parimor, por ka dhe një gjë që kur ligjet bëhen, njerëzit janë pjesëmarrës në bërjen e ligjeve. Nuk janë si këtu që janë totalisht përjashtuar. Dhe shembulli I dytë është shembulli I Sirisë. Mos mendoni ju se Bashar el-Assadi dhe ushtria siriane dhe policia siriane reagojnë në mënyrë të dumshme ndaj një pjesë të popullatës kundra ligjit. Jo, ata zbatojnë ligjet që kanë fuqi. Madje në 1 vjet e gjysmë, 2 vjet kanë ndryshuar shumë ligje, kanë ndryshuar dhe kushtetutën. Por
Në Siri ne kemi një shembull tjetër që popullin se ka pyetur askush. Duke se ekziston një problem i lirë, se vini edhe nga fusha e gazetarisë. Ose shumica e njerëzve nuk kanë mësuar akoma se si duhet flasin për të reaguar, ose të reagojnë nëpërmjet diskutimit. Kanë vuajnë për mua vojnë edhe pasojat e atij regjimi që bindeshin ose ne po ndalemi shumë në analiza dhe po imitojmë studiot e tjera, po bëhen analiza. Ne duam reagim thjesht. Reagimi thjesht. Kam 5 vjet që më vjen një shkres nga Bashkia e Tiranës, ku kanë ndruar 2 kryetarë të nderuar të mëdhej. Ikonostasi i bashkive shqiptare. 5 vjet vjen një shkres me të vërtetë, edhe tani ka ardhur para 2 javësh. Dhe thot, taksa mbi vlerën e shtuar të VSH-ja për institucionin Akademia Diplomatike Shqiptare është 500.000 lekë, më thanë diku tek 500.000 milionit vjetra. Edhe unë bëj të njëjtën përgjigje. Akademia Diplomatike Shqiptare është institucion organizati jo fitimprurse dhe në përputhje me ligjin nuk ka të VSH. Unë e çoj këtë shkres. Mas 2 muaj vjen prapë dhe po e them televizion ku është kamera ime të ma dëgjoj, kryetari i bashkisë se është i ri Sefte, kjo shkresë shumë e vjetër, kjo shkresë tani po bëhet gati unë gjillore, që ai ma dërgon mua dhe unë ja përcjell kryetarit. Po kjo tregon që ka shtet. Ta mësoj kryetari i bashkisë se ka drejtor që s'din që është ligji, që kur thuhet jo fitim prurs nuk ka të VSH. Dhe sërish ja kam dërguar. Dhe tani çon shkresë tjetër. Ky është reagim, se unë e di që jo fitim prurs nuk ka të VSH. Vjen një shkresë tjetër dhe thotë taksa mbi pasurinë e patundshme për metër katror është kaq. Dhe unë i them, unë banoj, unë jam pronari kësaj godine, unë e di dhe nuk e kam ende tapin që di sa metër katror kam. A ka mundësi të më thoni sa metër katror dhe ku i keni marrë ju këtë indeks të dhënash për metër katror? Për sa kohë jam legalizuar, nuk ekzistoj një formalizuar si pron? Duan lekët, po s'duan të t'japin edhe... Ashtë, dhe me thënë, ata se marrin ata. Kjo është reagimi, ti mos paguaj qytetarin nderuar, që ose shikon që po bët shkelje. Që e një letër, reago dhe ti me një letër, që të dish të reagosh për këtë punë. Kjo është reagim individual. Kur vjen presin ujnë dritat këto për shumë... Ke si reagon ndryshe, profesor? Kjo është çështje shumë personale, po edhe me dritat duhet të reagosh. Kam reaguar, kemi reaguar edhe me dritat. E dini çka ndodh me një bar kafe të vogël që kam në Tiranë, se po bisedoj me qytetar. Profesor, mos i dalim në këtyre raste sepse dalim nga tema. Dhe ka ardhur ndërmarrja ujit dhe ka vendosur 360.000 lekë ujë për një bar kafe që ka vetëm një ekspres dhe një frigorifer, që normalisht kaq duhet paguaj një fabrikë birre. Sa duhet paguaj një lavazh. Që prodhon birrë. Ose lavazh. Që lan makina. Edhe lavazhi nuk e paguan ti shërbim. Reagim si duhet reagoj një qytetar tani, se deri tani po bënim dhe analizë. Po përziem reagimin me analizën. Po jo analizë, kemi dhe këtë çështjen e Evropës që thot kështu, miratoni ligjin, 3 ligjet e famshme, por nuk ka thënë një herë vetme, zbatoni ato 20 të tjera që miratuat para ca muajsh. Të se kanë gjora s'le. Kanë thënë vazhdimisht. Kush e ka thënë? Evropa? Në çdo takim. Çdo progres raport është mësuar Shqipërinë nuk respekton. Mos marrim kohë. Shteti ligjor. Domethënë ka forma të ndryshme reagimi, por unë rastësisht unë reagoj në mënyrë të vazhdueshme. Unë, do më thënë, se duke sigur. Sepse unë kam instrumentin tim të aktivitetit të përditshëm avokatin. Unë jam tërkohë në reagim, me shkelet ligjore që bën gjykata, organi akuzës, gjithçka tjetër, administrata publike, në raport me interesat e qytetarit. Si ta mësojmë qytetarin të mitrata? Por, ky qytetar. Ky qytetar jo, pa i na dhimbset në. Po qytetar ka këtu. Ua, sokoj. Po nuk ka qytetar sa... Ku ka qytetar? Po më... Ku ka qytetar? Ka kryeqytetas. Pas kryeqytetas se ata kanë ikur. Po mirë, kjo është diskutim Por, tjetër. çështja nuk ka reagim se duke marrë pjesë në një organizatë jo qeveritare, do bëj një rezolut për zgjedhjen e presidentit. Dhe të gjithë i binin anash dhe asnjë nuk i thoshte që ora qeveria ne s'na pyet. Cili është reagimi? Reagimi të gjithë qytetarët duhet të bëhen solidar me njëri tjetrin, në ç'kuptim, ndaj çezit. Jo duke mos paguar, po duke kundërshtuar në pikpamjen administrative. Me ujësjellsin, jo duke mos paguar, sepse duke mos paguar ne përsëri i bjem kurizit ton, por duke bërë ankime administrative, ligjore, penale, etj. Se një elektricist është gjuhën e ligjit dhe zbatuar gjuhën e ligjit. A doni reagimin, më thatë për reagimin. Dhe kjo bëhet nëpërmjet jo vetëm zyrave ligjore, por nëpërmjet çdo shteti atë. Nuk e njeh ligjin. Në fundit nuk është fajësi mos njohja e ligjit, por nuk është edhe pafajësi. Atëre përpiqur që i thosh këtyre shtetarëve, që ora na jep një informacion. Konsulencë ligjore pa lekë patën.
Po ka shkafodi për palek, po problemi është që ai që duhet të arë palek nuk ka instrumenti ligjor dhe për mua nuk është fare rëndësishme. Në 22 vite ne nuk mbajmë mend ndonjëherë që të jetë bërë në greve madhe ose në proteste madhe për çështje që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Po pikërisht. Iliri, një reagim të fundit. Kemi ligje të mira, po nuk zbatohen. Një reagim të fundit. Unë ta thash në fillim, çështja është komplekse. Unë ta thash me batutën i fus një mendje të lehtë sepse jam dakord me Sokolin që ka mungesë qytetarie në raport me atë që shoqëria duhet bëjë krahashi. Pra, ajo gjëja që është e përbashkët, shteti ynë, ta thash ne nuk kemi vend tjetër. Duam s'duam, ky është vendi jonë. Të dashur miq të emisionit Bardhazi, kemi kënaqësinë t'ju urojmë një reagim të mbar për vitin 2013. Nga Bardhazi, gëzuar.